Përshëndetje, përshëndetje një dashi, po gjallë bumu s'kam çati bëj, punoj lart. Nëse si do që të jetë, do me thënë, këtu jemi në Zodiac Oracle, sigurisht, si gjithmonë, si çdo javë, me parashikimet e javës. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe fillojmë direkt. Fillojmë direkt me ditën e hënë që, po, dita e hënë, në nuk më bën çudi, normalisht, por jemi në faza mbylljeje, përfundimi. Nëse doni ta merrni dhe në formën e ringjalljes, po pse jo, do me thënë të tipit mbarojnë situatat që kishin për të mbaruar, e mbyllni ju, më saktë, me situata që nuk ju shërbejnë më, disa po lën një vend pune, disa po lën një marrëdhënie që nuk ju shërbente më, disa e gjejnë veten jo më në situata që ishin mësuar deri tani. Sido që të jetë është një mbyllje e detyrueshme, pra me dhimbje të madhe thoni një jo të rëndësishme, por që është pikërisht kjo ajo jo që do thoni që do ju hapi rrugët për zhvillim më tej. Kështu që dita e hënë këto gjëra sjell. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e është dita që duhet të bëni kujdes me komunikimin njerë. Pikë së pari, kujdes me komunikimin, kujdes me transportin, më nëse lëvizni me mjetin tuaj, kujdes çfarë do lloj bisede të rëndësishme që lidhet me punën, po që lidhet me paran, po që mund të ketë të bëjë me rikthime. Shumë prej jush do shikoni që një rikthim, një tendencë të paktën për të rikthyer me dikë nuk do eci, nuk do bini dakord, domethënë. Për mënyrën se si do të vazhdoj lidhja, e njëjta që vlen dhe për çështje pune, kështu që dita e martë nuk favorizon çështje të tilla. Dhe shumë prej jush do të ndjeni konfuz. Ndaj edhe, siç po e them, nuk është një ditë e cila favorizon biseda të rëndësishme për çështje të rëndësishme. Keq kuptime do të jenë të mëdha, zhurma do të jetë e madhe, kështu që mundohuni të distancoheni, të mbani distancë, ose të thuash në qoftë se dhe vetë ndjeni se nuk mundeni, nuk arrini dot, nuk po perceptoni apo kuptoni, të riquni. Të riquni dhe lëreni për më vonë atë gjë që duhet bërë. Dhe është gjithashtu një ditë që ju jep të kuptoni se realizimet nuk vinë se thjesht e krijoj një dorë si jashtëmi situatën, është situatë që ne ke krijuar ju. Do të kuptoni që jeni ju ata të cilët krijoni realitetin tuaj sipas atyre mendimeve që vini në kokë. Për sa i përket ditës së mërkurë, okej, dita e mërkur është e njëjta gjë që po ju them. Do me thënë këtu, kujdes se fjalët vrasin dhe vrasin më shumë se çdo gjë tjetër. Sido që të jetë është një ditë shumë e mirë që në qoftë se ju, qoftë edhe me arrogancë, tolerohet arroganca ditën e mërkur, arrini të kërkoni të drejtat tuaja, apo të adresoni qëllimet tuaja ashtu siç duhet, edhe suksesi ju takon. Pra, për disa të cilët jenë të guximshëm, do të dinë ta përdorin fjalën qoftë me arrogancë, por duke ju drejtuar objektivit të dur, atëherë duket se një realizim shumë të bukur keni për ta pasur. Dhe në aspektin personal, por më tepër këtu po flasim për gjithçka ka të bëjë me statusin, me autoritetin, çfarë do gjë ka të bëjë me gjej të drejtën time, sepse kërkoj të drejtën time dhe e gjej. Kështu është dita e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e afateve të fundit. Do të thotë, këtu detyrimisht përsa i përket punës duhet ta dorëzoni punën në afatin e kërkuar. Fiton ai i cili e ka dorëzuar në afatin e dur punën e vet. Një çështje që ka të bëjë me dokumenta, një çështje që ka të bëjë me çështje ligjore gjyqësore. Këtu jepet vendimi i fundit. Domethënë këtu mbaron çdo gjë. Për ata që kanë një 10 vjeçar që po ende lart e poshtë, apo ndoshta edhe vitin e fundit, duket se këtu gjërat mbyllen përfundimisht. Për disa në favorin tuaj, për disa jo. Domethënë ve mua nga ta kuptoj, unë tani çfarë po thua ti, të drejtë do keni. Do i them që për të gjithë juve që jeni në çështje karriere, që ka mbetur diçka pezu, duhet të mbaroj, duhet të nënshkruhet një kontratë, duhet të bijem dakord për ato terma për cilat po nënshkruajmë. Për të gjithë juve që prisni një vendim ligjor gjyqësor, ju del në favorin tuaj, do ta them. Për gjithë juve që po prisni dokumenta, apo për të gjithë juve që thjesht në përgjithësi u lidh puna me shtetin, duket se këto vendime që merren ju favorizojnë deri diku. Po që ju favorizojnë, do themi, dhe pritët shumë, por që ja ku po vinë. Përsa i përket pastaj aspektit personal, aty themi se mbaron diçka, mbyllet, përfundon. Nuk ka më zhvillim. Për të gjithë juve që keni abuzuar me një post pune, ose keni abuzuar me besimin e dikujt, apo në përgjithësi keni abuzuar me të drejtat që janë dhënë, do i gjeni veten keq, të gatëruar përsëri me shtetin. Do ta themi këtë gjë, dhe kujdes me shëndetin.
Tani përsa i përket shëndetit, kjo letër tregon se diku keni gabuar, do të thënë nuk keni kujdesur sa duhet për veten tuaj, keni neglizhuar dhe do duken ato pasojat aty brenda asaj dite, qoftë mes një check-upi, qoftë mes një hospitalizimi, sepse kur bie bariera bie, dhe trupi juaj mund të bjeri. Aty do kuptoni se diçka nuk shkon. Ju e keni bërë gabim. Nuk po themi do vdisni, mos o zot, por që do kuptoni që e keni çuar veten në një pikë që tani do kujdes maksimal. Dhe përsa i përket financave, kujdes shpenzimet që dalin në mënyrë të paparashikuar dhe kujdes investimet. Vetëm nëse jeni shumë të sigurt se ku po investoni, atëherë po, vazhdonim ditën e njëjtë. Përsa i përket ditës së premte, jem në të njëjtën linjë me ditën e njëjtë. Kujdes se ku investoni energjitë tuaja. Kujdes arrogancën, kujdes nxitimin, kujdes prepotencën të tipit unë e di, s'kam nevojë të pyes, e di unë se çfarë bëj. Këto do ju çojnë shumë keq, sidomos nëse jeni persona biznesi, ose nëse keni ndërmend të nisni një punë tuajën, ose në përgjithësi nëse jeni duke marrë iniciativa më të mëdha nga që keni aftësitë për t'i përballuar, atëherë do ngecni keq. Kështu që ditën e njëjtë dhe ditën e premte kujdes me këto gjëra. Përsa i përket ditës së diel, pastaj këtu vjen e njëjta gjë, domethënë shpërthen baruti. Shpërtheni dhe juve vetë dhe mund të shpërtheni në vendin e gabuar me personat e gabuar dhe pastaj nuk mblidhet më ajo që thuhet apo ajo që është krijuar si situatë. Kështu që enjte premte shtunë bëni kujdes sepse krijohen situata të vështira edhe fal gabimeve që juve bëni në punë, në shoqëri, në familje, në kudo. Kështu që kujdes fjalët që thuhen se mbeten shumë gjatë dhe kujdes të mos prishni vetë punët tuaja me duart tuaja. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel pastaj është ajo dita që merren vendime dhe janë përfundimtare. Do me thënë, është momenti që gjatë javës, për shembull në këto 3 ditë që unë po përmend, mund të vini re që nuk bini dakord me termat që takohet të nënshkruani kontrata të caktuara, për shembull, të bindeni personave të caktuar. Sidoqë që të jetë ultimatumet tuaja dhe vendimet tuaja përfundimtare, duket se i merrni ditën e diel. Ditën e diel pra e ndani mendjen dhe vendosni se çfarë do bëni me situatat të caktuara të jetës tuaj prej këtej etutje. A do vuani pasoja këtu? Unë them se çfarë pasojash kish për të vuajtur do i vuani gjatë ejte premte e shtunë. Përsa i përket të dielës, e diela ju jep të tjera indicje. Jeni ju ata që e drejtoni lojën prej andeje tutje. Sidoqë të jetë, kujdes, sidoqë të jetë, nuk ju leverdis që të hajeni me persona të rëndësishëm. Kujdes me këtë pjesë. Për pjesën tjetër pastaj, vazhdoni, çfarë të them. Për shëndetje, shenje demit, përshëndetemi se më vini këtu në Zodiac Oracle, sapo, akoma jemi në ndikimin e hënës re të datës 16 në shenjën tuaj, që nuk desha të bëja postime sepse do ju mërzisja. Por sidoqë të jetë nëse do i bëja, jam e sigurt që pjesa më e madhe për ju do më thoshit atë çka realisht ishte duke ndodhur. Po për disa mund të ketë dhënë mundësi zhvillimi, sigurisht, përparimi apo zgjidhje të problemeve të caktuara, ose thjesht ndihmë përsa i përket nismës së iniciativave të reja dhe projekteve të reja, dhe jeni këtu ju të 10 të fundit më tepër të përfshirë, por që edhe ju do më thoshit jo moj ti shoqe se nuk kishte tamam ashtu. Dhe akoma nuk e dim se ku jemi me gjërat tona dhe edhe ato mundësi që na janë dhënë janë çik të turbuta dhe thosh apo keni shumë të drejtë. Por që do ju sqaroj më tej në lidhje me këtë gjë. Atëherë, jo nuk ishin gjërat aq pozitive sa që u deshën, sa që u thanë më sakt, lart e poshtë, nuk ishte kaq dhe nuk ka për të qenë kaq. Sidoqë të jetë keni parasysh vetë 10 ditë të parë, Marsi nga në shenjën tuaj ka për t'ju shtyrë për të arritur gjërat të cilat duhet të arrihen me do e mos. Por do flasim edhe përsa i përket kësaj pjese. Tani, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, suksese ju presin, po do keni suksese. Nuk po them se nuk do keni suksese. Po do të keni arritje, nuk po them se nuk do të keni arritje, por vjen me një kosto. Sidoqë të jetë përsa i përket të hënës, këtu do ju themi urime, sepse dikush fillon një punë të re, dikush ishte pa punë fillon punë, dikush ishte pa dokumenta bet me dokumenta, dikush ishte pa shtëpi bet me shtëpi, dikush që ishte vetëm e gjen personin e zemrës, ose dikush që ishte me dikë vendos të fejohet martohet, pra ju themi suksesi sepse diçka e madhe arrihet këtu. Diçka e madhe e cila do të quhet një realizim mondre, me thënë të drejtën, kështu që shumë e bukur, ja ku është. Të 10 ditë të fundit përsëri
jemi më tepër të ndikuar këtu, edhe deri diku dhe 10 ditë që i parë, do thosha. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë, çfarë tregon dita e martë? Dita e martë nxjerr në pat të gjithë sakrificën që bë deri më sot për të arritur objektiva të caktuara, do me thënë sa vuajtët, sa u raskapitët, sa humbët nga vetja juaj, të domosdoshme të gjitha këto, që ju të kuptoni se ndonjëherë gjëra duhet i lësh thjesht të rrjedhin në rrjedhën e tyre pa i kundërshtuar. Dhe për të gjithë juve që e bët këtë gjë, dita e martë ju zhbllokon. Pra të gjitha bllokesat që kishit të paktën psikologjike bien. Dhe bashkë me to bien dhe muret që ishin ndërrrethuar rreth e qark jush dhe nuk ju linin do të shikonit një dritë të bardhë me sy. Kështu që le të themi se këtu bien vështirësitë, hapen rrugët dhe zhbllokoheni psikologjikisht të paktën. Dhe tërsi ikën, që ta kuptoni ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, e njëjta gjë vlen domethënë këtu kërkohet njëherë të veproni shpejt. Të veproni shpejt dhe të kapni mundësinë. Ju kam thënë një herë që maji është muaj ku humbja e njërit bëhet fitimi i tjetrit dhe kjo gjë vlen, sidomos për ju ditën e mërkur kapni mundësitë tuaja, një moment është ku gjatë të cilit zgjat kjo fazë mirë, por është një fazë e cila mund të ndryshojë komplet jetën tuaj. Kështu që fal nxitimit ose ta thuash fal shkahtësisë është fjala e duhur me thënë tuajën për të kapur një mundësi ditën e mërkur arrihet realizimi një ëndre shumë të madhe ose arrini të stabilizoheni diku në kohë. Në rregull, pra shfat dhe shfrytëzoheni. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e drejtësisë. Për të gjithë juve që u ndjet të shfrytëzuar ose të në mos të shfrytëzuar, të marrë në përkëmbë, të lënë pas dore nga fati ose për nga drejtësia. Pra në qoftë se ndjet se diku ju keq kuptuan ose ju keq trajtuan ose drejtësia nuk u vendos siç duhej në vend për ju, ja ku vjen kjo gjë. Dita e enjte favorizon çdo gjë që ka të bëjë me çështje ligjore, gjyqësore nëse doni, notariale, çfarëdo gjë pra ka të bëjë me drejtësinë, favorizohet ditën e enjte, qoftë edhe për të gjetur hakun tuaj, për të kthyer hakut tek i Zoti, nëse doni ta themi tek kështu. Dhe favorizojnë gjithashtu bashkëpunime që do zgjasin goxha në kohë do të jenë shumë frytdënëse, por edhe një njohje e cila duket se po ecën drejt drejtimit të vet të realizimit. Vuajtët shumë, por duket se dita e enjte ju shpërblen me gjëra shumë të bukura. Pra mund të keni humbur nga një ran, po fitoni shumë nga ana tjetër. Mund të keni humbur një person, po do fitoni një person më të rëndësishëm akoma. Mund të keni humbur një kontratë të rëndësishme pune, por diku tjetër arrini më mirë. E të tilla gjëra do të imagjinoni domethënë. Dhe drejtësia vjen në vend në përgjithësi. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ja ku jeni, pra këtu në shkruajmë një kontratë të re, këtu ju jepet drita jeshile, ju çelët drita jeshile për të vazhduar, ju jepet një okay për të vazhduar me projekte, plane që keni, merrni atë lajmin e shumë pritur, qoftë në aspektin personal apo atë profesional, pra gjërat zgjidhen me kollajllëk. Dhe në qoftë se, madje kjo gjë vlen edhe për çfarëdo gjë ka të bëjë me jetën e përditshme, gjej parkim pa u lodhur, i paguaj detyrimet e mia në kohë, nuk gjej radhë. Shkoj për të mbyllur një punë në një institucion të caktuar, gjende persona që i njoh rastësisht, më ndihmoj të mbaroj punë shpejt e shpejt. Me thënë flet edhe për gjëra të tilla, por në përgjithësi le të themi një kontratë e rëndësishme, një lajm i rëndësishëm ose një shkresë e rëndësishme që ju hap rrugët për mëtej, ja ku e keni më në fund. Mund të jetë ndonjë person që ju shkruan dhe shfaqet ose rishfaqet nga e kaluara, se çfarë do bëni me të, është punë për ju. Por që ekziston dhe kjo farë mundësie, përsa i përket ditës së premte, hënë e martëm kurrente e premte po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e jam i vendosur për të arritur qëllimet e mia, do të thonë jeni totalisht të vendosur, pa marrë parasysh se çfarë mendon njëri apo tjetri, çfarë të tjerët mendojnë si të drejt apo gabim, të arrini qëllimet tuaja. Nuk do pyesni për askënd, pra jeni të vendosur për të sikur se them arritur qëllimet tuaja dhe në qoftë se dikush del kundër vendimeve tuaja, atëherë do ju shikoj ashtu sikur se nuk ju ka parë më përpara. Po këtu nxjini gjithë potencialin tuaj, këtu do ju shohin vërtet të tjerët për ato çka nuk ju kanë parë asnjëherë. Nuk do lëkunden, do tamam se ja mushka këtu. Tamam do përfaqësoni shenjën tuaj këtu ditën e shtunë, por fitoni ju në fund.
Për çfarë do gjë mendoni se keni ju të drejtë. Përsa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel, çfarë do themi tani këtu do kujdes, sepse situata i ngjason një baruti. Tani, ta marrim me kujdes të pjesë. Këtu e para njerë kemi të bëjmë me çfarëdo gjë që është e papritur e fatit, mund të jetë edhe një dashuri që bum, plas, si fishek zjarre në qiell, por ashtu sikurse ju, nuk e di, ju mahnit, ashtu edhe mund ju shkatërrojnë në të njëjtin moment. Varet se çfarë momenti ju gjen. Imagjino të jesh martuar me fëmijë dhe papritur të mendosh se gjetë personi në jetës diku tjetër, është njëkohësisht edhe gjë shumë e bukur, por edhe shkatëruese. I bie. Kujdes me investime që janë bombastike, do kujdes. Kujdes me shpërtimet tuaja që përsëri të tilla janë. Do të thënë, kujdes, dita e diel është dita e ndjenjave shumë intensive, të cilat edhe mund t'ju marrin qafë nëse nuk jeni të kujdesshëm mjaftueshëm. Varet, domethënë. Mund të sjellë ndarje, po mund të sjellë prishje të situatës sigurisht. Mund të sjellë një aksident, po, prandaj po them, është dita e ekstremeve, dita e diel, ndaj të bëni kujdes ju shumë të paktën me veten tuaj, të kontrolloni veten. Përshëndetje, përshëndetje një binjakëve dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Që deri më tani me ato urare në shenjën tuaj, për ju të ditë të parë çfarë të themi. Ju e dini se çfarë po kaloni, çfarë po përjetoni, të papritura ka plot, edhe pozitive dhe negative, njëkohësisht për momentin më tepër nga pozitive. Ju të ditë të fundit, ashtu, nëse, si do që jetë vjetë të përgjithshme, ju e dini vetë, më shkruani dhe më thoni, se si po i kaloni gjërat deri më tani. Për parashikime personale, ama, e dini shumë mirë tashmë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, kjo është letra juaj që ta kuptoni ju, të dashuruarit në letrat tarot. Tregojnë për çfarë do lloj ndjenje e cila është fluturake, pikë së pari. Pra është flirti, është romanca, është jetoj momentin, por nuk mendoj për motutje. Kështu që favorizohen gjëra të tilla ditën e hënë, njohje të reja nëse doni flirti, të jeni të shkujdesur, të jetoni momentin, po sigurisht i favorizon të gjitha këto, por nuk premton një gjatësi. Kështu që një lidhje e cila ose një njohje e cila lind ditën e hënë është e tillë, për nga natyra e vet, ju rikthen atë vitalitetin, pozitivitetin, shpresën për të vazhduar përpara, sidomos juve që keni dalë nga një marrëdhënie problematike, por nuk premton të ardhmen, premton vetëm moment. Kështu që shijojeni, s'do të jetë për mirë, nuk është për keq. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju kujton dhe njerë vuajtjet e mëdha. Ju kujton se akoma asnjë gjë nuk ka kaluar 100%, është duke kaluar, është duke përfunduar, por ja që kanë mbetur dhe një ca grinca të errta akoma që ju aprishin atë vizionin përsa i përket ardhme. Sido që të jetë po ju them një gjë, për të gjithë juve që do dini të duroni edhe pak, për të gjithë juve që shpresën nuk e keni humbur dhe s'keni për ta humbur, për të gjithë juve që besimin e keni të fortë në atë një perëndi që ekziston, atëherë di të them që të gjitha këto gjëra që keni kaluar dhe që nuk kanë qenë të pakta, që mund të kenë qenë humbje të mëdha ekonomiko-financiare, që mund të kenë qenë zhgënjime shumë të mëdha që keni marrë nga njerëz të rëndësishëm të jetës tuaj, e me radhë, një sëmundje shumë e madhe, një problem me shëndetin, e shumë gjëra të tilla me radhë, besoni kur ju them që këto janë momentet e fundit dhe për të gjithë juve që do të dini të rezistoni dhe në këto momentet e fundit, ju pret një shpërblim shumë i madh, shumë shpejt do thosha. Por që kjo është prova e fundit, si të thuash e Marta shënon provën e fundit, sakrificën e fundit, dhimbjen e fundit të një situate që ka nisur këtu e vitën përpara, diku të 12 vitën përpara, ose 12 muaj më përpara, dhe i jepet fund këtu. Dini ju vetëm fitimtar, po shumë të shpërblyer do thosha. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e kujdes. Kujdes mos ecni sy mbyllur, kujdes ku ju drejtojnë, kujdes çfarë kërkojnë prej jush. Do me thënë është një ditë manipulimi, është një ditë ku ju kërkojnë të mbyllni sytë dhe veshët dhe thjesht të zbatoni urdhra dhe pretendimet e të tjerëve të çoni atje ku duhet. Mos harroni që keni një ego, mos harroni që jeni ego. Egoja është pjesë e matriksit në fakt. Por që mos harroni të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, do thosha unë, në këtë verbalitet ku po mundohen t'ju çojnë që ju të zbatoni urdhra të cilat për të cilat nuk keni fare dakord, mendoni dhe njerë se ku po e çoni karrocën. Pra nuk marrni përgjegjësi vetëm për veten tuaj, po dhe për ata që po merrni me vete. Fokusoni mirë tek objektivi, fokusoni mirë tek ajo çka është e drejtë, në mënyrë që të mos merrni përveç vetes tuaj dhe të tjerë më qafë. Dhe për veten tuaj mbani vetë përgjegjësi, por të tjerët ju kanë faj.
shumë e rëndësishme kjo, sepse nuk po flasim për persona të thjeshtë, po flasim për persona që kanë një post të caktuar, mbajnë një peshë të caktuar, por drejtohen nga të tjerë. Kështu që kujdes, qoftë kjo një martesë nëse është, një prim nëse është, një strukturë, një organizat, një varet se ku jeni pjesë, çfarë do lloj gjë që jeni pjesë. Këtu po flasim jo vetëm për ju, por edhe për persona që ose janë vartësit tuaj ose për të cilët mbani ju përgjegjësi, mund të jetë familja juaj. Kështu që me kujdes ju lutem shumë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e familjes, sigurisht. Këtu njëherë pikë së pari mendojmë shumë mirë dhe shumë bukur se çfarë do bëjmë në lidhje me një pronë. Si do ta shfrytëzojmë, do ta shesim, do ta, nuk e di, do ta japim me qira, do ta japim ditore, do ta jep nuk e di, ju e dini. Mendoni shumë seriozisht se nëse ka ardhur momenti për ta blerë një banesë dhe shumë favorizohen me të vërtet ose për të shpërngurur në një banesë të re, ose për të blerë një banesë në përgjithësi. Dhe favorizohen në çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje trashëgimia, durimesh, zgjidhje problemesh me natyrë familjare, bashkëjetesa. Pra, kemi dhe një çështje bashkëjetese këtu gjatë ditës së enjte, që shumë prej jush ndani mendje thoni por do ta bëjmë në fund. Do eci përpara me këtë gjë. Dhe ka të bëjë ashtu edhe me shëndetin, ku të gjithë juve që mbas se keni pas probleme me shëndetin, duket se po e merrni veten. Dhe në total gjërat janë duke ushtruar në jetën tuaj. Pra shumë prej jush do të ndjeni të sigurt për ato çka keni arritur dhe po arrini dhe nuk do të ndjeni më frikë për sa i përket të ardhmës. Pra, arrini deri diku të stabilizoheni, të krijoni një farë stabiliteti. Iku dhe dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte tani, ditën e premte kemi realizimin e një ëndre që normalisht vjen kështu. Shiko, kjo ka të bëjë me nodusin verior të hënës. Si do të thot, arri objektivin tim, njoh veten, dhe për shkak se njoh veten dhe aftësitë e mia, më në fund, arri të kuptoj dhe se ku e kam vendin, çfarë dua të arri përfundimisht dhe gjeni se çfarë arrihet. Arrihet në një mënyrë shumë të çuditshme sepse përbën rastësi, fat, moment. Po çon si ka shumë prej jush ditën e premte, arrini më në fund të gjeni destinacionin tuaj, ose të gjeni qëllimin tuaj në këtë jetë. Është dita e frymëzimit, është dita e ëndrave të mëdha, është dita e realizimit të ëndrave, kështu që çu ka për të vajtur kjo dita e premte për ju. Për sa i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë është dita e çfarë themi tani këtu? Çfarëdo gjë ka të bëjë me të qenit social. Favorizon për të dalë, për të argëtuar, për të marrë pjesë në aktivitete shoqërore, kulturore, nëse doni. Juve që jeni personazhe publik ose keni për të prezantuar një fjalim, keni për të mbajtur një fjalim ose keni për të prezantuar një projekt, një ide tuaj në publik, nëse keni për të mbajtur një seminar, favorizoni për të gjitha këto gjëra me radhë, shkëlqeni pranë sytë të tjerëve dhe kjo gjë ju favorizon dhe përsa i përket aspektit personal, ku duke qenë se shkëlqeni sikur se thash, keni mundësi të sillni jetën tuaj dhe një person që t'ia vlej vërtet. Por që sot është dita e shoqërizimit. Jam pjesë e një shoqërie të caktuar dhe përfitoj prej saj. Ne martëm kurrejt e premte ashtuntam. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është bërë njësh me burimin, kuptoj që jam njësh me shkëndijën universale. Kështu që mundon të kuptoni që këtu keni mundësi të shikoni gjërat për ato çka janë, të krijoni ide të qarta se kush jeni dhe ju dhe kush janë të tjerë dhe çfarë kërkoni realisht nga jeta dhe ju. Dhe po është ditë shumë e bukur realizimi, sidomos për sa i përket aspektit personal, po dhe atij ekonomiko-financiar. Dhe për të gjithë juve që kishit humbur diku psikologjikisht, dhe nuk e dini nëse ku ishit të shikonit vetëm me errësirë, është dhe dita që fiton arsyeja dhe dia dhe ndriçoheni shpirtërisht. Kështu që është një ditë që nuk e di, është tepër kreative, do thosha, nis që nga dita e shtunë, pra duket sikur çfarëdo gjë nisi ditën e shtunë, në fakt është që të premten, pra e premte e shtunë e diela është manifestimi në të gjithë madhështinë e vet të asaj gjë që keni nisur gjatë këtyre 2 ditëve të mëparshme, pra të premte dhe të shtunë. Shkëlqeni se s'ka ku të vej më, por përveç kësaj është, nuk e di, është e papërsëritshme. Lumsi ju që ta keni këtë fakt o njerëz, nëse do ndodhi kështu, ju lutem më thoni dhe më shkruani realisht. Kush do të jetë do më thoni dhe mua më tepër. Them se këtu jemi 80 diçi i parë dhe 80 diçi fundit më tepër. Po sidomos 80 diçi i parë. Përshëndetje, përshëndetje Gaforis dhe mirë se më vini këtu në Zodiac Oracle, ja ku jemi përsëri me një javë të re, shoqëro Zot. Dhe shpresojmë që të jetë
mirë, okay? Se gjithmonë kështu vetë, tani çfarë do bëjmë? Do shpresojmë për më mirë, me aq sa të mundemi të shpresojmë për më mirë. Tani juve të ditë që të parë po e ndjeni çiklusnin e Neptunit atë nga shenja e Dashit, do bëni pa kujdes, keni çfarë të bëni. Me avash merrni gjëra. Në karrierë të mund, së statusin tuaj, në martesën tuaj, me durim çdo gjë. Për parashikime personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për të tjerat flasim tani. Dita e hënë është dita e shkëlqimit. E shkëlqimit për sa i përket të gjithave fushave të jetës tuaj, që do të thotë këtu, sidomos juve që jeni sipërmarrës, ju që jeni në botën e biznesit, juve që punoni me klientel, juve që përdorni rrjetet sociale ose jeni aktiv në rrjetet sociale, juve që doni të bëni pjesë e aktive e shoqërisë apo nuk e di, të arrini një qëllim shumë të madh, duket se ja dini, nuk ka ditë më të bukur realizimi, domethënë, dhe për çështje familjare, dhe për të marrë kënaqësi dhe lajme të bukura nga familja juaj, dhe për të arritur diçka në karrierën tuaj, do është një ditë dielli. Dielli shkëlqen për ju ditën e hënë, ndaj dhe mundoni që të ngroheni mirë në rrezet e veta, të shkëlqeni mirë aq sa duhet në rrezet e tjera, të arrini objektivat tuaja. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon çështje pune, pikë së pari, çështje pune, kontratash të rëndësishme me natyrë ekonomiko-financiare, transakcione bankare, çfarë do gjë ka të bëjë me aspektin bankar, investime, për të gjitha këto çik të fshehta, jo shumë të deklaruara dhe as shumë të manifestuara në sy të të tjerëve. Pra mundoni të marrni një profil të ulët. Për të gjithëve që jeni personazhe publik ose që e ndjeni se jeni në qendër të vëmendjes dhe jo për mirë kjo për keq, mundoni të mbroni interesat tuaja, mundoni të mos ekspozoheni, kujdese çfarë thoni, flisni pak dhe dëgjoni më shumë. Do të merrni vesh sekretet të cilat nuk i dinit, pra është dita që dhe mësoni gjërat të cilat nuk i dinit, dhe kujdesjuve që jeni në një marrëdhënie me dy persona njëkohësisht, aty duhet të bëni vërtet kujdes. Juve që jeni vetëm, keni shumë mundësi që takoni personin e jetës tuaj ditën e martë. Shikoni sa gjëra kontradiktore po them, po ashtu janë, atë gjë personifikon kjo letër. Për juve që jeni në çift, kujdes, mos lejoni një person të tretë të bëhet pjesë dhe t'ju prishi punë, përveç që jeni vetëm gjeni personin gjysmën tuaj tjetër, nëse doni kështu, për çështje pune favorizon jashtë mase shumë po do të mbajnë sekrete, plane, ide, biseda të rëndësishme, nënshkrime, kontratash të rëndësishme mbajnë private, derisa të realizohen 100%, dhe favorizon shumë çështje studimore, se nuk e thash, dhe përsa i përket shëndetit, gjeni zgjidhje atje ku mendoni se zgjidhje nuk kishte. Ta themi dhe këtë gjë. Shlyhen borxhe aty. Do ta themi edhe këtë, është dita që mund të shlyheni borxhe ju, nëse ua keni të tjerëve, apo të tjerë nëse ua kanë juve. Dhe është një ditë me intuit shumë të lartë. Intuita juaj është, nuk e di, 100% aktive, ndaj dhe përfitoni prej saj. Çfarë ju thot, ajo qëndron. Atëre, për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e eksplorimeve, e nismës së diçka të re, favorizohet shumë çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, me transportin, me tregtinë, me biseda të rëndësishme rreth këtyre gjërave që po ju them, me çfarë tjetër, me një iniciativë që po e ndërmerrni tani, me persona të rinj që shfaqen jetën tuaj dhe kanë shumë potencial. Është dita e marrëveshjeve shumë të rëndësishme, sidomos për çështje biznesi dhe kontratash të tilla që lidhen me tregtinë, me turizmin, me udhëtime, me pra të tilla gjëra, agjësi turistike kush i ka, favorizohen këta persona më tepër dhe për çfarëdo lloj objektivi keni vënë vetes dhe nisme që po ndërmerrni ditën e mërkur, duket se do ju dalë shumë mirë. Për sa i përket ditës së, me që kështu më erdhi mua për ta marrë tani këtë, ditës së kjo është e mërkura. Po, përsa i përket ditës së mërkur, do me thëmë lente kjo që po ju them. Tani po vemi te dita e enjte. Pra ishte dita e hënë, e martë, e mërkura sa po e thash, dhe jemi te dita e enjte, që dita e enjte është është një lidhje merr fund këtu. Pse? Nuk e gjejmë dot do të thënë gjuhën e përbashkët. Pikë së pari mbaron një lidhje, sepse thjesht nuk gjen dot mënyrën e komunikimit. Do të thënë këta persona janë ku dëgjoj, jashtë orbite me njëri tjetrin, nuk arrin dot të krijojnë diçka për sa i përket ardhmes të fortë. Kështu që kjo vlen sidomos për ata që
u rikthyen për të kuptuar se vërtet nuk ndodh, nuk mund të bëhet më, po dhe për ata të cilët e nisën diçka dhe që nuk po ju ecte dot sepse thjesht nuk ecte. Kështu që është ditë ndarjesh, dita e njëjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte, pra dalin në pa pastaj të gjitha frikrat, pasiguri, tradhtit që kanë ndodhur, pra vijnë edhe zbulimet, pasi ka mbaruar çdo gjë. Pra, e njëjtja sjell ndarje, e premtja nxjerr në pa arsyen pse. Dhe aty do kuptoni se përveç komunikimit ka edhe gjëra të tjera që ishin problem. Në rregull, kështu që dita e premte ama në total, sepse do të gjithë do ndajeni, do merrni vesh gjëra, por që në total për të gjithë do thosha se ka nga ata për ju të cilët do kuptojnë se kanë bërë një investim shumë të gabuar, dhe përsa i përket personave, dhe përsa i përket ndjenjave të tyre, dhe përsa i përket financave, diku kanë investuar gabim, disa mund të përballen me shpenzime që dalin në mënyrë të paparashikuar, po për të mbuluar shpenzime shtëpie ose detyrime familjare, por çon si ka dalin dhe ju nxjerrin çik nga parashikimet tuaja dhe në përgjithësi përballeni me zbulime që bëni dhe që në bazë kanë tradhtim dhe mashtrimin. Kështu që për të gjithëve që do niseni për udhëtim ditën e premte, do arrini destinacionin tuaj, por do keni ca ndralla gjatë rrugës. Kështu që kujdes, mbani me kujdes afër jush sende personale, të mos ju mbisni ato, kujdes të mos ju vjedhin, gjëra me vlerë e merra. Dhe përsa i përket shëndetit do përballeni me situata psikologjike, përsëri të bini përsëri depresion ose të zëri përsëri një situatë ankthi që është e përsëritur, por tani duhet të gjeni mënyrën se si ta stoponi këtë gjë, mos ndodhi më. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e kur them do përballeni me një tradhti, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Kështu që këtu intuita juaj nuk ju ka gabuar, po ka një femër tjetër në marrëdhënien tuaj, në çift, dhe do dalin në pa, dhe në pa ditën e shtunë, gjithashtu dalin në pa gjëra të vërteta që duhet të dini, por që është ditë intuita shumë e lartë. Dhe fal intuitës tuaj zbuloni shumë gjëra të cilat i hamendësoni, por që janë fakte të kryera brenda kësaj dite tashmë. E vetë një gjë e mirë përsa i përket kësaj ditës së shtunë, është fakti që përveç se fal intuitës tuaj kuptoni gjëra që do të kishit kuptuar me kohë, është edhe dita që mund ta përdorni intuitën tuaj për të fituar ekonomiko-financiarisht, për të përfituar në mënyrë financiare dhe për të, nuk e di, arritur një qëllimin tuaj, por duke përdor pak manipulimin, nëse doni ta themi dhe kështu. Sidomos juve femrat. Për çështje shëndetësore pastaj do gjeni zgjidhje jo të mjekësia moderne, por tek ajo tradicionale. Dhe shumë prej jush ditën e shtunë edhe mund t'i drejtoheni për këshill një psikologu, ose një astrologu, ose një tarologu, ose të kuptoni që dhe vetë juve keni aftësi të tilla të filloni avash të punoni mbi to. Pra okulti ju thëret ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e suksesit. Është dita e suksesit. Tani përveç marrëdhënieve që ju thash, kuptoni që ka një person i tretë në mes, këtu favorizoj ditën e diel çfarë do gjë ka të bëjë me stabilizojmë në jetën time. Do me thënë një marrëveshje pune shumë e rëndësishme që ju stabilizon, në një marrëdhënie duket sikur po zbulohet personi i tretë, por që ju do qëndroni personi i parë dhe i rëndësishëm në jetën e këtij individi, do zgjedhni juve në fund. Dhe shumë prej jush s'keni fare lidhje me këto gjëra, do gëzoni sepse thjesht jeni shumë në martesën tuaj, në marrëdhënien tuaj, shumë prej jush ju bëj dhe propozimi i madh për një fejesë martesë, por ka dhe të tjerë që do gëzojnë përsa i përket familjes së tyre që shtohet dhe me individ më shumë. Pra favorizojnë në çështje shtatzanie. Kështu që dita e diel është një ditë e cila siç e nisi hëna, ashtu e mbyll e diela, le të themi. Por që gjatë rrugës ka kujdes me ato gjëra që ju thash. Për secilin prej jush do ta ketë fat, se kush do ta ketë fat, ta shohim. Them se do më shkruani, do më lini dhe mua ta di. Përshëndetje, përshëndetje Luanit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Mjaft do bëni që kujdes kësaj jave me Marsin në shenjën e Demit, juve të ditë që të parë do ta koqik të Plutonin, do kemi një ca zhvillime kështu të forta, potente, që varësisht se do i menaxhoni edhe ju dhe o do humbisni o do fitoni një nga të dyja, por që do analizojmë çik më tutje këtë gjë. Por juve tani që
e provuat çik dhe akoma jeni në ndikimin e kësaj hëne të re, nuk e di, më thonë juve se çfarë keni përjetuar, sidomos në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me karrierën tuaj, me statusin tuaj, me martesën tuaj, çfarë nisjere, ju bëj një propozim për fejes, martesë, në lidhje me karrierën tuaj, nuk e dim se doli ndonjë gjë, më thoni. Tani, e sigur se s'ka qenë e lehtë, sepse jo çdo gjë është thjesht e shtruar me petale, por sepse nuk ishte edhe një ere kaq sa e bën o zoti madhështore, por që më thoni si do që të jetë. Tani, për sa i përket parashkrimeve personale, më shkruaj numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së nesërme, fat dhe vetëm fat, një prekje fati, një moment, një rastësi, një mundësi, një ofertë apo një propozim, ju ndryshon jetën tuaj. Për të gjithë juve do të keni sy, ta shihni dhe vesh për ta dëgjuar atë çka do ju thuhet dhe do ju propozohet. Kështu që syt 4 nesër, çfarë do gjë dita sjell është një fat shumë i madh dhe i papërsëritshëm. Në një moment të vogël mund të ndryshojë gjithë jeta juaj prej këtej tutje, nuk flasim për një moment, prej këtej tutje. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku bëjmë paqe me veten. Pra më në fund për çfarëdo gjëja keni atribuar vetes si gabim, faj, e çfarëdo gjë tjetër të tillë, do kuptoni se faji nuk ishte juaj, ose edhe nëse ka qenë juaj boll, mbaroj me këtu, nuk do përsëritet më, pra bëni paqe me veten, falni veten dhe të tjerët, dhe këtu, si të thuash, zhbllokoheni emotivisht, për gjithë që keni qenë të bllokuar. Përsa i përket ndjesisë së fajit, ka fjalën më tepër. Tani, përsa i përket problemeve shëndetësore që lidhen me ankthtin, me stresin, me të tilla gjëra, gjeni zgjidhje, dhe përsa i përket financave, rëndësi ka që nuk do të keni më shpenzime që dalin ndaj nga se prisni. Do të thonë duket sikur situata do fillojë të stabilizohet me nga pak dhe çështje familjare janë duke u zgjidhur. Pra, dita e martë sjell këtë lloj energjie me vete. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e kontratave shumë të rëndësishme, e marrëveshjeve shumë të rëndësishme, e gjej personin jetës time nëse për ju të gjithë që jeni vetëm dhe po kërkoni një person stabil, duket se kjo gjë vjen. Për të gjithë juve që jeni komedikë, merrni vendime të rëndësishme për të vazhduar më tej, favorizohen shumë kontrata në plan afatgjat, pra çfarë do të propozimi, tash oferte ju ecën shumë mirë, pra dita e mërkur favorizon gjëra të tilla, çfarëdo gjë ka të bëjë me angazhimin, çfarëdo gjë ka të bëjë me premtime, çfarëdo gjë ka të bëjë me përmbushjen e dëshirave dhe realizimin e dëshirave në plan personal dhe profesional, ja ku i keni ditën e mërkur. Përsaj dhe puna në grup favorizohet jashtëmasë shumë dhe del në një sukses shumë të madh. Dita e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita që kuptoni se diçka që ishte nuk është më dhe nuk ju duhet më. Do të thotë që nëse mendjen e keni pas te një person deri më sot, por që ekziston më në jetën tuaj, i thoni mirupafshim, mbaron këtu, nuk kam më fuqi dhe s'dua më të merrem, të shpresoj, të pres. Kjo gjë vlen edhe për tendencat tuaja. Tash gabime që i keni bërë të kaluar, fiksime që i keni pas. I ishni qafe, pra është dita ku për herë të fundit angazhoheni me situata me të cilat jeni angazhuar shumë dhe s'keni fituar asnjë gjë, dhe e ndani mendje të vazhdoni ndryshe prej këtej tutje. Në qoftë se gjatë kësaj dite, e para njëherë është edhe dita që mund të ishni qafe borxhe, detyrime që keni të tjerëve dhe çliroheni më në fund psikologjikisht dhe meni frym. Por është dita që në qoftë se keni rezervuar një keni lënë, jeni marrë vesh të kryeni një ndërhyrje, një operacion, duket se ju del shumë mirë. Do me thënë, duhet ta kishit bërë prej kohësh, e bëni një ndërhyrje e vogël e madhe që shënë si ka, por që ju ndihmon që të rikuperoni nga diçka që ju mbante peng, ose ju ishte shfaqur si goxha problem, po i bëj goxha problem dhe në lidhje me shëndetin tuaj. Kështu që është dita e qafe çfarë më duhet dhe vazhdoj përpara me gjëra të reja. Pra rrugën për të ardhur e reja duke larguar të vjetrën. E hënë e martë e mërkur e njëte ishte kjo. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju lidh me çfarëdo gjë ka të bëj, e para njërë me Perëndin dhe me Zotin, çfarëdo lloj dëshire kërkoni, është dita ideale për të lidhur me burimin. Me atë çka secili e quan Zot, Perëndi, forcë ekstreme, ka emër, po e njëjta gjë është, me thënë, çrëndësi ka. E para është kjo, kërko dhe do marrësh. Kërko në mënyrë e durë dhe do marrësh. E dyta, ju hapen syt pjesë më të madhe prej jush dhe kuptoni se cilat janë vlerat e vërteta. Janë ato që burojnë së brendshmi, ato që janë common sense, që quhet
dia e përgjithshme, kolektive, apo është ajo çka na diktohet përmes mediave, shtetit, strukturave fetare e merat. Ajo çka do kuptoni është se do zgjoheni. Shumë për ju zgjoni nga gjumi dhe kuptoni se gjithçka ju është diktuar, ju është thënë në një mënyrë të gabuar, nuk është tjetër vetë në mënyrë të gabuar, në mënyrë të caktuar, nuk është tjetër vetë se një dogm, një keq orientim përmes fanatizmit për t'i besuar diçka që në fakt vlera nuk ka. Këtë gjë mund ta kuptoni dhe mund të ketë lidhje me martesën tuaj, me familjen tuaj, me shoqërinë tuaj, me ambientin e punës tuaj, ose me, nuk e di, me fen që i përkisni secili. Nuk e di se ku secili do japen sytë çfarë do kuptoj, por ajo çka do kuptoni në fund është se deri më sot keni qenë të drejtuar gabim dhe ju është thënë bëni si bëj si them, po mos bëj si bëj unë. Dhe kur tapen sytë më kthim pas nuk ka. Se çfarë vendish do të merrni ju? Apo çfarë pozicion do të mbani ju prej këtej tutje pastaj lidhje me këtë gjë, nuk e di, por inshallah do Zoti ha të fillojmë të zgjojmë çika avash se si po vetë puna nuk po dëgjoni kur ju flas. Kam kaq vite që po ju them dhe ja ku po mbërim. Atje ku ju kam thënë, avash. Të shohim, ka shpresë akoma. Atëre, kjo ishte e hënë e martëm kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e udhëtimeve të largëta një pikë së pari, e piknisjeve të rëndësishme, e nisjes së një pune të re, iniciative të re, e investimi të ri, e një ndryshoj komplet jetën time se ashtu dua unë, e një i hyj një lidhje të re, një marrëveshje të re, iki në një shtet të ri, shpërngulem nga një vend pune në një vend punë tjetër ose nga një qytet në një qytet tjetër, nga një lagje në lagje tjetër. Është ndryshimi. Pra, vjen vrullshëm në jetën tuaj, nuk ju pyete shumë, e doni dhe ju po keni nevojë për këtë ndryshim, dhe sido që të jetë është dhe një ndryshim i cili shiko treni nuk ecën shpejt, ecën ngadalë, kështu që çfarëdo gjë po e sillni në jetën tuaj në formën e ndryshimit, le të jetë dhe ngadalt, ka për t'ju çuar shumë i destinacionin tuaj dhe ka për qenë sukses shumë i madh. Pra çfarëdo gjë e nis ditën e çfarë ditë ishim? E shtunë, e hënë e martë më kurrente premte shtunë, do ju çoj shumë mirë atje ku duhet, nëse ju thjesht do vazhdoni ashtu që keni nisur. Që dhe avash, po ju del shumë mirë më vonë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, çfarë do themi tani këtu? Çfarëdo gjë ka të bëjë me manipulimin, ja ku e keni. Kujdes sepse është ai momenti që përmes mediave, mas mediave do thosha, mund të keq orientoheni ose përmes një grup njerëzish që mbajnë një pushtet të caktuar, kanë një forcë të caktuar për të manipuluar masat. Mund të bëheni pjesë dhe pre e kësaj gjëje, ose mund të jeni ju ata të cilët do keq informoni dhe keq orientoni të tjerët duke menduar se po e bëni këtë gjë me bindje të plotë se po bëni gjën e duhur. Kështu që kujdes, ju lutem shumë. Kujdes sepse mbani pesh mbi ato gjëra që do të thoni. Mendoni mirë përpara se të mundoheni të orientoni të tjerët. Po që avash po bëni pjesë edhe ju e protestave masive, orientimeve masive, do e gjeni shumë prej jush veten aty. Dhe sidomos që jeni persona me një pushtet të caktuar, që kujdes do thosha. Përshëndetje, një Virgjëreshës, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj me muzikë jemi sot, po. Bam bum, nejse. Sido që t'jetë, do me thënë, uroj t'jetë një javë e mirë, që të themi tani, prej këtë tutje të kemi shëndetin, themu, të tjerë pastaj të venë si të venë. Për parashikime personale, ju lutem shumë më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket sa javë pastaj që mos zgjatemi shumë, dita e hënë ju thot mos bëjni këto gabime që keni bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe sidomos nëse këtu përfshihen kthime, rikthime, rishikime, rishurtime, gjëra të cilat i keni parë, i keni stërpar, nuk kanë ecur dhe nuk ju çojnë gjikundi. Pra kujdes vesin, kujdes tendenca destruktive që i keni ju me veten tuaj. Pra mundoni të kuptoni se përmes kësaj dite ju jepet mundësia që të zhvilloheni më shumë sa të humbisnin ato gabimet që bëni her pas here. Është dita që të kuptoni se nuk duhen përsëritur pikërisht këto gabime më. Ndaj kujdes dhe shpenzime që dalin pa pritur, kujdes dhe shpenzime që i bëni kot se s'ken çfarë të bëni tjetër. Por në total do të thotë do krijohet një situatë që do ju testoj për të parë se keni mësuar
nga gabimet tuaja apo do përsërisni përsëri po të njëjtat gabime? Uroj të mos e bëni këtë gjë. Dhe sidomos në aspektin personal. Tani, për sa i përket, po dhe për sa i përket atij ekonomiko-financiar, sepse imagjino të jeni persona me vese, për shembull, që menduat se hoqët vesin qafe. E po ja, ku nuk e keni hequr akoma, do del ajo përsëri. E të shohim, nëse e mposhtni dëshirën tuaj për të gabuar fituat, në qoftë se jo, atëherë përsëritën gjitha gjërat prapë nga e para. Do kaloni përsëri një cikël përsëritës të lodhshëm, të mundimshëm dhe për ju dhe për të tjerët, që normalisht për sa duket kanë krijuar besim tek ju. Dhe do i zhgënjeni përsëri. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që favorizon shumë biznesin. Juve femrat që jeni business woman, që jeni femra me influencë kundrejt të tjerëve, që keni atë klientelën tuaj ose që keni ndjekësit tuaj, që jeni personazh publik, ose të dyja këto së bashku, atëherë këtu ju pret një realizim fenomenal, do thosha. Kështu që dita e mërkurë për juve femrat sidomos favorizon çështje biznesi, çështje karriere, çështje personale, gjithashtu po dhe monetare. Këtu arrin të stabilizoheni ose këtu mbyllni një marrëveshje shumë të rëndësishme, e cila ju stabilizon afatgjat në kohë. Përsa i përket aspektit personal, një marrëdhënie juaj duket se po ecën shumë mirë dhe jeni në prag të realizimeve të mëdha, pra arrim avash-avashta për mbyllim atë marrëdhënie në një fejes, martesë, bashkëtesë, ose nëse jeni të martuara tashmë dhe prisni që të vijë një fëmijë, atëherë edhe kjo gjë është duke ardhur. Për juve meshkujt tregon se më në fund po stabilizoheni dhe ju materialisht, punët po ju ecin mirë, domos nëse jeni në biznes, por gjithashtu duket se edhe në aspektin personal jeni të favorizuar sepse po gjeni personin e jetës ose po bëni prindër. E rëndësishme kjo gjë. Për disa meshkuj madje tregon se shtohen të ardhurat dhe përfitoni dhe ju prej kësaj gjëje, por shtohen nga femra që keni në krah. Pra përmes asaj përfitoni edhe ju. Tani, për sa i përket ditës së mërkurë, këtu një fëmijë gjithmonë flet për një jetë të re. Pra ju fola për ditën e martë, blen po e njëjta gjë dhe për ditën e mërkurë, shumë prej jush bëni prindër. E para është kjo. E dyta tregon për nisma të reja, projekte të reja që ngjason çdo projekt i ri, çdo nismë e re, i ngjason një shtatzanie. Ka të bëjë, domethënë është njësoj si do sjellësh në jetë një frym të re. Kështu që në përgjithësi është një frym e re, është një ardhje e re, prurje e re, ndryshime të reja shumë pozitive për ju, iniciativa që ndërmeni sikur se tash do ju dalin pozitivisht, ka të bëjë me çështje familjare që ecin shumë mirë. Në total favorizohet familja, favorizohet bashkësia, favorizohet mendja kolektive, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me statusin. Shumë prej jush të gjitha këto tregojnë ose sinjalizojnë bëhem prind dhe po kjo gjë vjen me një përgjegjësi shumë të madhe. Për të tjerë pastaj do të thotë lançoj një projekt që për cilin kam punuar jashtëmase shumë dhe jam munduar shumë dhe ju del me sukses. Këto të dyja janë domethënë si objektiva që arjen gjatë ditës së mërkurë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e përmbushjes, do t'i thua, dhe realizimit të disa objektiveve shumë të rëndësishme që normalisht për shumë prej jush ka nisur diku te 2 vite e gjysmë më përpara. Për të gjithë juve pra që keni qenë në një farë ngërçi ekonomiko-financiar. Ose problematikash që lidhen me financat. Keni qenë në probleme me shtetin, të tipit burgje gjëra të tilla, domethënë autoritetin e shtetit. Në karrierë, po, çështje karriere, çështje martese, prindërimi nëse doni, këto gjëra të gjitha arjen. Domethënë është një ditë që ju tregon se okay, u strapacuat, u munduat, u vështirësuat shumë gjatë 2 viteve e gjysmë të mëparshme, por ja rezultati ku po vjen dhe është triumfant për ju. Gjithashtu tregon në vija të përgjithshme se mund të haseni me problematika të tilla gjatë kësaj dite, por suksesi është i juaj dhe vetëm i juaj. Dhe shkëlqeni në sy të tjerëve. Nuk e di, bëni popullor nëse doni ta themi dhe kështu, bëni të famshëm, VIPs. Ditën e enjte vlen kjo që thamë, po. Përsa i përket pastaj, ne martën kur enjte, po. Përsa i përket ditës së premte, nuk ka, do me thonë kjo ja për ju i bie çari gjitha objektivat e mia të mundshme. Kjo është letra e botës, do të thotë gjithë bota është e imja. Se çfarë është bota për secilin prej jush, atë dini juve vetë. Por
Të gjitha këto gjëra që u thash pak a shumë aty synonin apo jo. Do me thënë që kur e nisa javën e deri ku jam tani dita e premte, kjo është një javë që u ndihmon se cilin prej jush të arrini objektivat të cilat i keni parësore, një martesë, një bashkjetes, një fëmijë, një çështje karriere, një çështje fame, një kontratë shumë e rëndësishme që e mbylli më në fund, një problem që e ishte i qafe, çfarëdo lloj gjë personifikon ose përfaqëson botën për ju. Shikoni çik fazat e hënës. Kështu që janë fillime të reja, janë përmbushje dhe realizime që çojnë drejt një tjetër lloj jete prej këtej tutje. Gjithë bota është e juaja ditën e premte, por pasi ka filluar çdo gjë që ditën e martë, ose që ditën e hënë për gjithë juve që do e ishtë në qafe vesin, e do thyej shejtani këmbën më në fund dhe çdo gjë do shkojë mirë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e kujdes të qenit fëminor, të qenit të shkujdesur, më tepër nga ç'duhet, të qenit të bërit gabime nga pakujdesia, nga nxitimi, jo arroganca, por më tepër nxitimi, është ajo naiviteti që karakterizon edhe fëmijët. Kështu që me kujdes, po dilni, argëtoni, kënaquni, por mos e teproni. Nëse në një lidhje serioze për shembull nuk ja vlen për një one night stand të prishni një lidhje stabil deri diku. Kujdes, ju lutem shumë me gjëra të tilla. Mirë është të kënaqemi, por me karar themi ne. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, këtu jemi tek përdorni trurin për të kuptuar se çfarë fshihet prapa fjalëve që ju thuen, sidoqë që tjetër është një ditë që mund të përdorni trurin sikur se thash për të arritur qëllimet tuaja, për të marrë vendime të rëndësishme, për të hartuar një plan të rëndësishëm pune ose jete apo çfarë të doni ju. Është një ditë që nuk e di, jo vetëm gjeni veten, por duket sikur gjithçka që ishte e bllokuar në mendjen tuaj, ç'bllokohet më në fund dhe ju kuptoni të gjitha ato gjëra që nuk e kishte kuptuar deri më sot, dhe sidomos në lidhje me veten tuaj. Kështu që të shohim, nuk e di se çfarë realisht ju pret pas një momenti tutje, por që të hapësh syt, të kuptosh se ku je, të kuptosh gjërat se si funksionojnë, gjë që s'e ke kuptuar më përpara, dhe sidomos se kush e ti çfarë kërkon dhe çfarë potenciali ke, nuk është se ka gjë më të vlefshme se kaq. Nuk ka më të ndalur prej andej e tutje. Dhe ajo çka është më e rëndësishme është se ditën e diel gjitha gjykimet tuaja apo ndaj të tjerëve apo fjalë që do të thoni do të jenë me pesh. Shumë e bukur kjo gjë. Përshëndetje, përshëndetje peshore, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Për parashikime personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket këshillave që jap gjithmonë, kujdes sepse në marrëdhëniet tuaja në çift të ditës të parë dhe në përgjithësi marrëdhëniet që u lidhin me të tjerët, me kontrata dhe firma se ku i hidhni, bëni kujdes, sepse ndryshe i imagjinoni gjërat dhe ndryshe ju dalin, duke qenë se juve gjithmonë ecni dhe tentoni për më mirë, çdo shkënjimet pastaj vinë të mëdha. Juve të 10 ditësh të fundit o fejoheni dhe martoheni pjesë juaja ose ndajeni. Përfundimisht, sepse Saturni ka kaluar në 10 ditën e dytë të shenjës së dashit, sigurisht ndikon tek juve të 10 ditën e dytë dhe ju ndihmon ose me një kontratë shumë të madhe të rëndësishme pune të vlefshme dhe përzidhje e çështjeve ligjore shumë të rëndësishme, ose e kundërta. 50 me 50 është kjo punë, nuk e di, të shohim se si. Më shkruani vetë dhe më thoni se në çfarë faze jeni. Përsa i përket tani kësaj jave, nisme juve meshkuj veproni si të doni sepse fati është me ju dhe ju ndihmon të arrini qëllime dhe objektiva, sidomos juve që jeni biznesmen, si përmarrës, CEO, pra drejtues të posteve të ndryshme, jeni shumë të favorizuar. Por edhe për të marrë një vendim për jetën tuaj personale, pra në lidhje me një martesë, fejesë, bashkëtesë, duket se favorizojeni jashtë mas dhe shumë. Por juve femrat duket se një person vjen në jetën tuaj dhe shumë premtues. Kështu që jini vigjilente dhe sy hapur ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e duhet të ndani mendjen se çfarë drejtimi do të mbani prej këtej e tutje. Mund t'ju vi një propozim shumë i rëndësishëm pune, por që duhet të ndani mendjen do vazhdoni me të ren apo do mbani të vjetrën. Është një ditë që gjithashtu
ju kërkon që të ndani mendjen se jo vetëm se cilën punë do të mbani apo cilin drejtim do të mbani, por se do të vazhdoni një marrëdhënie personale, pra në çift do mbani këtë person që keni apo do lejoni një person me të cilin ishit dhe ndoshta është rikthyer, por nuk po ju përmbush tamam, apo do pranoni diçka të re në jetën tuaj. Pra, jeni midis dy zjarreve dhe duhet të mbani apo të zgjidhni atë gjë që juve ju përshtatet më tepër. Dita e martë ju tregon shumë qartë se duhet të zgjidhni një rrugë dhe është një vendim shumë i vështirë, por dhe i rëndësishëm, i cili përcakton të ardhmen tuaj prej këtij tutje. Kjo gjë vlen për karrierën, për aspektin personal, për shëndetin, për parat, për çfarë të doni ju vlen kjo gjë. Vjen me sfida dita e martë, por për të gjithë juve që do keni të qartë se çfarë realisht kërkoni dhe çfarë është e rëndësishme për ju, pavarësisht sfidës, ditë ju them se ju del shumë mirë çdo gjë. Tani, ajo çka favorizon dita e martë është blerja e një makine, për shembull, nëse dëshironi, ose një shpërngulje me banesë, ose nisma një bashkëjetese, por mund të sjellë gjithashtu edhe përballje të tipit kuptoni se personi me të cilin jeni ju tradhton. E luan me dy porta. Është edhe kjo, do ta themi. Edhe e thash. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e çfarë të themi tani këtu, jini të këmbgulës, këmbgulja është për blet. Do të thënë, o blet punëtori, thon asaj dhe si thon kot, pra fal për kujdesjes, fal insistimit, fal rigorozitetit, fal profesionalizmit tuaj, insistimit sikurse thash, duket se më në fund të gjitha ato përpjekjet tuaja dalin me sukses. Kështu që është një ditë shpërblimesh. Dita e mërkurës do mos shpërblimesh monetare, por dhe jo vetëm. Por që monetare do themi më tepër. Pra puna juaj e palodhur duket se shpërblet ditën e mërkur me fitime jo pak, goxha mirë do thosha. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e premtimeve të mëdha, e nënshkrimeve të kontratave shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme, e bashkëtesave, e martesave, e lidhin fjalën e besës, edhe vazhdojnë përpara, kështu që është një ditë e cila, çfarë do themi, është një ditë përjetësie, nëse doni ta themi dhe kështu, sepse çdo premtim që jepet ose çdo vendim që merret është katalitik dhe përfundimtar dhe zgjat shumë në kohë dhe sjell shumë sukses. Favorizon çështje personale dhe profesionale më së shumti, dhe çfarëdo gjë që ka të bëjë me marrëdhënie njerëzore në total. Është një ditë suksesi pa mas. Kjo dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita përsëri e forcës. Këtu çfarë tregon kjo gjë? Është vazhdimësia e ditës së enjte, tregon se për një dashuri për cilën luftuat ja vleti, për një vend pune që luftuat ja vleti, për të gjithë juve që mbrojtët vlerat dhe parimet tuaja me mishe, me shpirt, apo po i mbroni akoma, kjo gjë vlen. Do të thënë është një ditë që tregon se fal forcës së karakterit, forcës të brendshme, ja dolët fitimtar në një dhe përsa për këtë aspektit personal, që do të thotë fituat mbi errësirën, ignorancën nëse doni, por tregon gjithashtu edhe shpërblime të natyrës ekonomiko-financiare, ose thjesht dashuria triumfon për të gjithë juve që keni kaluar një vështirësi të tillë, pra nuk e keni pas të lehtë në dashuri, por më në fund pavarësisht sfidave ja dolët me sukses. Dhe tani ajo çka fituat është e juaja, është përmbushja, si do thuash, është ajo çka mbetet si produkti final, që është suksesi, arritja, vlerësimi, kjo vlet edhe për çështje pune, me thënë të drejtën, por në total tregon se vjen dhe një farë shpërblimi, pra dhe shpërbleni pra dhe në aspektin monetar, dhe në atë të vlerave, të parimeve. Kështu që bukur është edhe kjo si ditë e premte, e martën kurrente e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e rivlerësimit të situatave. Pra shikoni situatën me atë çka ju leverdis juve vërtet. Për të gjithë juve që do të jeni të kujdesshëm, për gjithë juve që do të jeni shumë vigjilent dhe shumë, si të thuash, analitik në ato gjëra që po vëreni, kjo dhe përsa i përket shqyrtimit të një kontrate pune, të një situate të krijuar në çift, në familje, në shoqëri, në çfarëdo gjë që merrni për të analizuar dhe për dalë një farë konkluzioni,
them se keni për t'ja dalë shumë mirë fal faktit se do të arrini të lexoni ato gërmat e vogla, ato çka nën kuptohen më tepër se sa kuptohen. Kështu që jini vigjilent, të kujdesshëm dhe analitik dhe çdo gjë duket se arrini në konkluzionin e dur. Fokusoni tek detajet dhe nuk do gaboni. Për çfarëdo lloj gjëje, ndoshta edhe po e ndërmerrni juve si iniciativë ditën e shtunë, ose për çfarëdo gjë jepet juve për ta shërtuar, i shërtuar, duket se ja dilni ta kapni kleçkën, pikërisht sepse do të jeni shumë të fokusuar në atë gjë që po ju jepet për të studiuar, se për studim bëhet fjalë më tepër. Një situatë, një person, një çfarëdo gjë qoftë, dilni konkluzionin e dur fal këtyre aftësive që u thash. Dhe për sa i përket ditës së diel, kjo është një ditë për të provuar gjëra të cilat se keni provuar deri tani, për të dalë, për të argëtuar, për të dalë pak nga vetja, ore për të bërë dhe i budallëk, pse jo. Është një ditë që ta shijoni në maksimum fal faktit se shkëputeni nga normat, nga ajo çka ju është thënë mos e bëj, se nuk duhet, se është gabim. Jo, përkundrazi, do e guxoni, do e bëni, le të jetë gabim dhe do shihoni jashtë masë shumë. Dhe kjo do ju tregoj se jeta kështu duhet jetuar. Dhe prej këtij momenti jetutje, pse jo të mos bëni dhe më shumë gabime. Shiko, kur flas për gabime, kuptohet, me arsye brenda, jo pa arsye fare. Por do kuptoni se gjërat duhet jetuar ndryshe nga po i jetojmë. Pra, rigjeni dhe njerë vete dhe kujtoni dhe njerë se nga e nisët. Dhe vendosni që jetën tuaj prej këtej jetutje ta jetoni në mënyrë pak më të shkujdesshme, me më pak rregulla, së thuash, dhe me më tepër argëtim brenda tyre. Përshëndetje, përshëndetje një akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, me pak kujdes këtë javë. Marsi do të hyjë në shenjën e Mars do të jetë në shenjën e Demi, do takoj dhe Plutonin aty, për çështje familjare një, për çështje personale, ndërpersonale, kontratash të rëndësishme, çështjesh në qiell, bashkëtesash, do bëjmë kujdes me këto gjëra. Ose merrni vendime shumë të rëndësishme dhe ju stabilizojnë, ose kuptohet se nuk ecet më tutje dhe prishet diçka. Nuk do eci dot, nuk do funksionoj dot. Nëse si do që të jetë, uroj të jetë një javë mbar, sikur se thash, dhe për parashikime personale ju ftoj të më shkruani numrin në WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, udhëtime. Shumë prej jush po niseni në një udhëtim të largët, ose shumë prej jush po sillni një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj, shumë të madh. Ndoshta është dhe një ndryshim që ju gjen doni apo s'doni ju detyron, se do thuash, të bëni pjesë e kësaj gjëje. Në fillim pasi nuk do ju pëlqej shumë, por më tutje do shikoni se ishte zgjedhja më e mirë që bët, ose se ishte gjëja më e bukur që ju ka ndodhur në jetë. Kështu që lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm, t'ju marrin me vete, për çfarëdo gjë po nis e re, lëreni thjesht të ndodhi. Do ta kuptoni më vonë se ku synonte dhe synimi është vetëm sukses. Për të gjithë juve që punoni me klientel, për të gjithë juve që punoni në tregtia është puna juaj, turizmi është puna juaj dhe kontaktet me jashtë luajnë një rol shumë të rëndësishëm në punën tuaja, atëherë ju pret suksesi i madh ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e shumë prej jush do të ndjeni të bllokuar, të ngecur dhe nuk do kuptoni pse vjen, pse ndodh kjo gjë. Kjo gjë ndodh që ju të kuptoni se ka ardhur momenti për të sjellë një farë ndryshimi në jetën tuaj, ose për të kuptuar se kur e ke përmbushur fatin në lidhje me diçka, do stopohesh në mënyrë që të reflektosh dhe të kuptosh se diçka më e madhe po vjen. Pra, nëse do të ndjeni në mënyrë të tillë ditën e martë, kuptoni se kjo gjë po ndodh, sepse diçka më e madhe po vjen. Dhe përpara se të hidheni në sulm apo të bëni pjesë e kësaj gjëje kaq të madhe, ju duhet një moment pauze, reflektimi, të kuptosh se po ndryshon gjithçka dhe ju duhet të bëni gati për ndryshimin e madh që po vjen. Pra nuk është ndonjë gjë kushtet sa e madhe apo po ndodh një katastrofë, po ndodh thjesht kjo gjë. Është moment pauze përpara se të vijë diçka më e madhe dhe më e bukur. Edhe është moment reflektimi për kuptuar dhe ju se çfarë është më e rëndësishme dhe si e doni këtë ndryshim të vijë fundjavë. Për sa i përket ditës së mërkur, kjo ka të bëj me të gjithë juve që jeni pjesë e një biznesi, pra jeni CEO, jeni persona që mbartni peshën e një biznesi, të një çfarë do themi tani, grupi pune, e me radhë. Në vija të përgjithshme tregon një person i cili është i vendosur t'ja dali me se s'bën. Ka të bëj më tepër me shenjat e
tokës kjo gjë, nëse u lidh puna me shenjat e tokës, atëherë do ju tregohet që do ju kërkohet që të merrni vendime të rëndësishme, të bashkëpunoni, ndryshe nga ç'mund të keni parë bashkëpunime deri më tani, sidoqë të jetë është një ditë pune, është ditë pune, organizimi, metodizmi që favorizon karrierën dhe ju ndihmon të ecni shumë hapa më tej. Pra, mësoni nga këta persona, ose nëse keni ascendent në këto shenja që po them, edhe më tepër do ta ndjeni peshën dhe rëndesën e vendimarrjeve të rëndësishme gjatë kësaj dite, por që dalin me sukses. Kështu që është një ditë që favorizon punën dhe sukseset që vinë përmes saj, por që arrihen, ju thash, përmes vendosmërisë, këmbguljes, metodizmit, detajeve e gjërave të tilla me radhë. Dhe më tepër u drejtohet personave që e mbajnë një post të caktuar, domethënë janë bankier, janë CEO, janë menaxher, kanë një biznes të tyrin. Do kujdeseni për punën tuaj, biznesin tuaj dhe do keni sukses fal aftësive tuaja të veçanta, për të arritur sukses atje ku duhet sigurisht. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që i fokusohemi shëndetit ton dhe të personave ton tanë të dashur, sidomos nëse këta janë adoleshent, fëmijë të vegjël ose të moshuar. Pra, vëmendja juaj kthehet kundrejt këtyre personave, po dhe kundrejt vetes. Të duhet të jeni më të kujdesshëm ndaj shëndetit tuaj dhe gjërave tuaja. Kujdes, nuk huazojmë, nuk japim para hua gjatë kësaj dite, dhe nëse se jeni vetëm dhe po njihni një person të ri, jo me shumë besim që në fillim, mos u lëshoni si vaj në lakras, do pendoheni. Dhe është dhe dita që nëse se do të keni nevojë për mbështetje, kërkojeni atë sepse nuk do ju kursehet. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e të kuptuarit se sa keq që keni manipuluar veten duke besuar atë çka të tjerë ju kanë shitur si një të vërtet të padiskutueshme. Do të thënë, ke qenë në një marrëdhënie dhe të ka bërë personi tjetër të besosh se ti ky je. Ai është më shumë dhe ti je më pak, ndërkohë që është e kundërta, ose në një vend pune, ose në shoqëri, ose kudo ku jeni, jetoni dhe merrni frym, kuptoni se sa shumë keni lejuar që të tjerë të shkelin mbi ju dhe t'ju orientojnë nga gabim. Shumë të tjerë s'do e kuptoni, të bëni gabime dhe më të mëdha akoma. Por, uroj që të kuptoni se faji është i juaj dhe ju të tjerëve. Ju i keni lejuar veten të bini poshtë, sepse keni ju vetë paragjykuar veten para se ta bëjnë të tjerët. Dhe për një çështje ligjore, gjyqësore, kush është në këto problematika, duket se nuk del në favorin tuaj, se është e shitur, se është e blerë, se është në korrupsion, se të tilla gjëra domethënë. Nuk favorizoheni këtu në një çështje të tillë, hënë marrëm kur enjte e premte tham. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ç'të themi tani këtu? E dashurisë së përjetshme nëse doni. Shumë prej jush tu gjeni e para do të ndjeni shumë të plotësuar me personat që keni jetën tuaj, e dyta do të jeni ju të gatshëm për të dhënë dhe për të marrë, pra do të jeni të hapur kundrejt dashurisë dhe do vi krahapur në jetën tuaj. Është dita e ç'të themi, dua dhe më duan, jap dhe marr. Kështu që shijojeni këtë ditë në maksimumin e vet si ditë e shtunë që është. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, këtu jemi tek shenjat e zjarit më tepër. Që të them, këtu të gjithë juve që jeni të paktën personazhe publik, shkëlqeni. Juve që kërkoni të jeni me dikë sepse jeni vetëm, seksapilin e keni në maksimum dhe të rreqja juaj është shumë e madhe, do të keni mundësi domethënë të tërhiqni persona në jetën tuaj dhe të merrni atë që doni. Është ditë për të dalë, për të argëtuar, për të provuar eksperienca të reja, për të shijuar famën, nëse doni ta themi dhe kështu, ose për të përgatitur rrugën në lidhje me të ardhmen, se si doni të shkëlqeni, ku, në cilat fusha, si doni të orientoni të tjerët, a doni të bëni pjesë e orientimit të tjerëve. Dita e diel, domethënë, është një ditë që edhe ju fokuson në çështje të tilla, se si doni të vazhdoni prej këtej tutje, çfarë roli do të mbani në lidhje me të tjerët prej këtej në vazhdim, por që në total është një ditë gjatë të cilës vendimet që merrni në lidhje me veten tuaj dhe të tjerët kanë përfshirje katalitike vendimtare, domethënë, si për ju, po dhe për fatin e të tjerëve. Pra mbani përgjegjësi nga dita e dielën në vazhdim, ju sidomos jeni person që drejtoni të tjerë, mentor, mësues, organizator, me radhë, sepse ato çka do toni do kenë një impakt shumë të madh dhe tek persona të tjerë. Dhe mbani ju përgjegjësi pastaj për drejtimin që gjia do marri.
Përshëndetje, përshëndetje shqiptari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, merrni me qetësi, me kujdes, favorizojeni deri tani, pjesërisht po favorizojeni. Me çik kujdes mos të jeni shumë ekstravagant, me qetësi merrni gjërat, por që në përgjithësi le të themi që mua që them se deri tani ju ka favorizuar në total. Për parashikimet personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, pastaj dita e hënë është dita e këtu diçka do ju nxjerrë nga reatia juaj, diçka do ju shkundi mirë vendit për të kuptuar se çfarë do gjë keni bërë deri tani ka qenë gabim ose keni rrezikuar më shumë nga çdo do vuani pasojat. Bini ju që duhet të bini dhe që keni gabuar, do me thënë, keni qenë në posta të rëndësishme, keni abuzuar me postin tuaj, bini, humbisni punën, humbisni emrin, prestigjin, bini në sytë të tjerëve, është dita e skandaleve, është dita që kujdes aksidente, sigurisht, por që është ditë që do vuani atë karmë që keni krijuar vetë, do me thënë, do paguani atë që vërtet keni krijuar vetë, është dita e ndarjeve, por tash vi si pasojë e zgjedhjeve të gabuara dhe e menaxhimit të gabuar. Kështu që me kujdes ju lutem shumë ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është ajo që ju ndihmon të kuptoni se si funksionojnë gjërat në një tablo më të gjerë. Do me thënë nëse deri dje keni parë realitetin përmes Brimës së Chelsea, hape dera dhe shikoni për ato çka është në të vërtetë. Dhe aty pastaj shokoheni, po sigurisht, ju lindi pikë pyetje, po sigurisht, por ama jo vetëm ju lindi pikë pyetje, po dhe arrini të kthjelloheni, të kuptoni se si realiteti qëndron të vërtetë. Pra, është dita e vendimarrjeve të rëndësishme gjithashtu, fal faktit se mësoni të vërtetat për ato çka janë. Ju komunikohet pra një e vërtet dhe fal asaj ndryshojnë gjërat, ndryshojnë 100%. Në një marrëdhënie në çift mund të kuptoni se tjetri ju ka tradhtuar, e lini dhe vazhdoni përpara, se keni qenë manipuluar, e lini dhe vazhdoni më tutje, në një ambient pune se ju kanë shfrytëzuar dhe ju nuk ishte të ndjeni të gjithë situatës se si ishte, të termave të kontratës, tjetër gjë mendoni ty, tjetër gjë ishte përpiluar një kontratë caktuar. Nëse ka të bëjë me zbuloj, kuptoj, arsyetoj, marr vendime dhe vazhdoj përpara. Për të gjithë juve që do të jeni detyruar ditën e martë të mbyllni një situatë përfundimisht, të mbaroj diçka përfundimisht në jetën tuaj, mos u mërzisni, do filloj diçka tjetër, do të jetë shumë herë më fitimprurse dhe shumë herë më stabilizuese për ju. Pra diçka ikën, po vjen diçka tjetër shumë herë më e mirë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e udhëtimeve në distanca të largëta. Është dita që merrni kontroll në jetës tuaj përsëri në duart tuaja. Është dita që thoni, ore do iki larg, do shpëtoj dhe shpëtova. Do me thënë, nuk ndjeni pishmën për asgjë, nuk mbani pishmëllëqe për asgjë, nuk jeni, si të thuash, pre askujt dhe nuk e ka askush kontrollin mbi ju, jeni ju jeni ju përgjegjës të jetës tuaj dhe të së ardhmes tuaj. Është, nuk e di, është dita që dëgjoni atë çka truri dhe zemra juaj ju thot dhe ecni drejt një të ardhmeje e cila mund të duket e pasigurt si fillim, por që ju nxjerr në shumë nuk e di, e para pashë një herë dhe e dyta kthjellim mendor dhe e treta realizime të mëdha. Po, ti bjem konkretisht, do më thoni fole shumë përgjithsisht, jam dakord. Favorizohen pra ditën e mërkurë udhëtime shumë të largëta, shumë prej jush ndryshoni destinacion, pra ikni nga Shqipëria për një tjetër destinacion diku tjetër në botë që në fillim duket i paqartë, por pastaj u del shumë mirë. Të tjerë ndaheni, e mbyllni me një marrëdhënie në çift dhe jetoni lirshëm, jeni të lirë të vazhdoni me jetën tuaj si të doni ju, por të gjitha këto ose e mbyllni një kontratë pune, ikni nga një vend pune, por do filloni diku tjetër, do shta dhe vetë, do me thënë, nisni një projekt tuaj, nisni një biznesin tuaj, dhe do ju dali dhe më mirë akoma, kështu që ja të tilla gjëra vijnë dhe favorizojnë ditën, nisin dhe favorizojnë ditën e mërkurë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e vendimarrjeve të mëdha. Ju do e vendosni, nisi ditën e mërkurë dhe ja ku jemi dita e enjte mbar po të njëjtat nuanca, pra ju e ndani të tashmen nga ardhmja juaj, në varësi të vendimeve që merrni në lidhje me të. Pra, qëndroj në këtë lidhje apo iki, qëndroj në këtë vend pune apo largohem. Vazhdoj në po këto kushte që jam apo i ndryshoj ato. Këto vendime ju takojnë juve. Janë vendime që do të kishit marrë shumë kohë më përpara, por çdo që jetë akoma jeni në kohë. Nuk ka rëndësi se çfarë vendimi merrni, mjafton që thjesht të zgjidhni, ta sillni ndryshimin në jetën tuaj, se pastaj çdo gjë do ju tregoj, do ju drejtoj vetë.
duhet të nama se fal këtyre vendimeve që do të merrni tani, do përcaktohet gjithë e ardhmja juaj. Pra janë shumë vendimtare vendimet që merrni tani, edhe sidomos ditën e njëjtë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e tundimit, e fajit, e mëkatit, e çfarëdo gjëje ju bën të ndjeni të vegjël ose ju tregon se sa të thuash, çfarë të themi tani, sa jo në kontroll të vetes tuaj jeni. Këto janë veset e mëdha. Pra, është tundimi i madh, është faji i madh, është të biesh 100 herë në të njëjtën grackë dhe mos të mësosh një herë. Kështu që për të gjithë juve do përballeni edhe një herë me djallin, se varet çfarë është djalli në jetën tuaj dhe çfarë përfaqëson, dhe nuk do ja dini dot, atëherë keq më vjen që po ua them, por situatat do përsëriten ashtu sikurse ishin përsëritur dhe janë përsëritur deri më tani. Për të gjithë juve të tjerët që do thoni jo, do hani vetëm me dhëmbë, do thoni jo, nuk e bëj më, jo, nuk bie pre më, e frikës tënde, pasigurisë tënde, e manipulimit tënd, atëherë fituat edhe nuk e keni ide se çfarë fitoni. Sa e madhe është ajo që fitoria juaj. Por ju të tjerët ama tregon se jeni pjesë e ferit dhe feri do mbeteni. Ne martëm kurrejtë e premte. Kujdes, është edhe dita e kurse manipulimit, është edhe dita e ftesës në faj. Diçka ju fton në faj. Diçka ju fton që të gaboni. Dhe për të gjithëve që do gaboni, do them, do gaboni në mënyrë të vetëdijshme. Kujdes. Tradhtin, gënjeshtër, mashtrimin, gjitha këto me radhë. Dhe abuzimin me një post të caktuar pune ose me çfarëdo gjë ka të bëjë me abuzim paraje, gjëra të tilla. E hënë marrëm kurrejtë e premte tham po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ndryshimit të gjërave. Ndryshe ishte, ndryshe do bëhet. Një marrëdhënie që mbaron këtu, një ndryshim që është i pa rezistueshëm, do vi me sezon dhe ndryshon gjithë jetën tuaj. Diçka që duhet të mbaroj, do mbaroj përfundimisht. Po a thash, kujdes me ditën e premte se ju çon në një faj të madh dhe një marrëdhënie shkatëron. Një llogari bankare e shpartallon, nëse do ka të bëjë me një investim të gabuar. Një besim e thyen përfundimisht dhe më jeta juaj nuk është e njëjta. E kuptohet kjo gjë. Por që është pasoja e ditës së premte. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është këtu duhet të fitoni pavarësinë tuaj. Pra dikush ju ka futur në këtë mesele, ju ka futur në këtë burg të bukur, por sido që tjetë është burg, dhe ju duhet të fitoni pavarësinë tuaj. Pra duhet të kuptoni se nuk mund të vazhdojnë më kështu, duhet të kuptoni se po jeni të manipuluar, jeni të keq informuar, jeni të mbyllur në një situatë që nuk është situata që keni zgjedhur ju, dhe po ashtu keni mundësinë që të shpëtoni prej saj vetë. Pra, gjeni zgjidhjen vetë ditën e diel. Por ajo që është e rëndësishme të paktën është që do kuptoni se ju kanë vënë në rrej katrore dhe pavarësisht se keni menduar se të lirë jeni, të lirë nuk keni qenë as pak. Të paktën do kuptoni kaq, se çfarë vendimesh do merrni pastaj për të dalë nga kjo situatë, ajo takon juve. Përshëndetje, përshëndetje jo Briciapi dhe mirë se më vini këtu në Zodiac Oracle përsëri në parashikimet e javës. Uroj të jenë të eci mirë kjo javë. Po gati si ka shkuar java që lam pas. Juve të ditës të fundit do i farë mundësie dhe duhet ta keni pas me atë hënën e re në shenjën e demit. Megjithatë, nuk e di se si mund t'ju kenë shkuar gjërat sido që të jetë, me çështje prindërimi, çështje dashurisë të reja, projekte që mund të keni nisur, nuk e di më thoni vetë si mund t'ju kenë ecur gjërat. Juve të ditës të parë jeni ende nën lojrat e Neptunit nga shenja e Dashit, që aty me çështje normalisht familjare duhet të bëni pak kujdes. Sido që jetë për parashikime personale, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290, aty keni mundësinë të rezervoni takimin tuaj. Përsa i përket pastaj javës dhe ditës së nesërme, nesër dita ju ndihmon të stabilizoheni diku, por jo lehtësisht. Do të thotë që diçka je duhet të jepni fund në mënyrë që mund të ecni
përpara me diçka të re, pra lini një vend pune që nuk ju përshtatet, ose lini diçka që nuk ju çonte gjikundi dhe fundi dhe nuk ishte çfarë t'ju ofronte edhe më, dhe ecni drejt diçkaje të re, pra nesër çfarëdo lloj propozimi, oferte t'ju bëhet, ju do thoni po, edhe në qoftë se për të arritur atë gjë, ju duhet të hiqni dorë nga diçka që fundja ka marrë dhe fund është kalbur, nuk ka çfarë t'ju ofroj, më shumë se kaq çka ju ka ofruar. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është përsëri ditë, ashtu thash, është ditë transformimi, është një ditë që, nëse mos na e bllokojnë se nëse kështu janë këto letrat e mia. Çështja është domethënë se këtu flasim për transformim së brendshmi dhe së jashtëmi, që do të thotë shumë prej jush po shikoni se si individ caktuar po largohen nga jeta juaj. Pra dita e martë largon individ nga jeta juaj. Se ku, do të thënë si në aspektin personal, profesional, në fushën personale, profesionale, shoqërore, çfarë si ka, janë pikërisht ata individ të cilët nuk kanë se ç'ju ofrojnë më shumë se ç'ju kanë ofruar. Është një ditë thash ndryshimi, transformimi, është një ditë që kuptoni se edhe juve vetë nuk jeni më ata që ishit dikur. Dhe ju ndihmon si ditë thjesht të vazhdoni të ecni përpara me gjërat tuaja, por sikurse ju thash, pasi keni lënë diçka në fillim, pasi nuk ju shërben më, kjo është ideja. Dhe vazhdoj me ditën e mërkur, më thënë ditën e martë, ju thash, më çdo gjë që po mbaron, nisi nga dita e hënë. E hënë e martë vlen po të njëjtat gjëra, diçka po i vjen fundi në mënyrë që mund të ecë përpara me diçka të re. Tani se do ju duhet disa gjërave të toni mirupafshim, punë e madhe, krahasuar me ato që po vijnë dhe janë shumë herë më në favorin tuaj se ato që po ikin. Përsa i përket ditës së mërkur, pra dita e mërkur është ditë emotive, sikurse ju thash, është një ditë që sigurisht duke qenë se ndodhi gjëra të tilla sikurse ju thash, ja ku jemi përsëri ditën e mërkur me shëroj veten. Kuptoj se sa të ngecur keni qenë në situata që nuk ju shërbenin dhe më, se sa shumë e keni trysnuar veten tuaj për të pranuar situata që nuk ju shkonin. Kështu që sido që të jetë është një ditë që do i merrni gjërat lehtë, është një ditë që bëni punë me veten tuaj dhe qartësoni mendimet tuaja dhe bëni paqe me veten, dhe normalisht është një ditë që me këdo mund të krijuar një farë keqkuptimi, keni mundësinë që ta zgjidhni atë, dhe duke qenë se është një ditë me intuit shumë të lartë, atëherë po keni besim intuitës tuaj për çfarëdo gjë ju thot bëje ose mos e bëj. Në pjesë më të madhe të rasteve nuk ka për t'ju dalë keq. Është një ditë e bukur përsa i përket intuitës, e cila vërtet ju drejton dhe ju çon atje ku normalisht duhet të shkoni. Përsa i përket ditës së enjte tani, dita e enjte është ditë që ju them bëni kujdes me tradhti, me tradhtia pikë së pari. Kjo është letra e tradhtisë, ta kuptoni. Pra, këtu ose ju tradhtoni dhe e pësoni, ose të tjerë ju tradhtojnë edhe ju e mësoni. Një nga të dyja është. Por që sido që t'jetë bëni kujdes, është ditë me negativitet të lartë, është një ditë që gabimet janë shumë të mëdha, të cilat bëhen, është një ditë manipulimi është shumë i mundshëm të jetë prezent në jetën tuaj, manipulimi, keq informimi, keq orientimi, lojrat e pushtetit, grackat e gjëra të tilla, bëni kujdes pra me ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e çfarë themi tani? Është një ditë që fare dëshirë nuk do keni për të dalë, njërë pikë së pari. Është ajo dita që secili e zgjedh ose e përzgjedh për të qëndruar vetëm me veten sepse ka nevojë të dëgjojë dhe ato çka vetja e vet i thot. Më thënë, si do thuash, ngrini ato muret tuaja dhe më njanojeni nga pjesa tjetër e botës, pikërisht sepse doni të qartësoni idetë tuaja dhe doni të kuptoni se çfarë po ndodh me ju. Pikë së pari. Pra, është një ditë kjo që nuk do keni dëshirë të dilni, nuk do keni dëshirë të takoni njerëz, do të jeni shumë të fokusuar në tek vetja juaj dhe tek ato çka po ju ndodh së brendshmi dhe çfarë duhet të ndryshojë si pasojë së jashtmi. Është një ditë që do fokusoheni shumë në çështje pune dhe karriere dhe shumë do vendosni që pa problem do sakrifikoni shoqërinë, të dalurit, të argëtuarit, vetëm për të arritur një objektiv shumë të rëndësishëm që keni lidhje me karrierën tuaj ose në lidhje me studimet tuaja. Dhe është gjithashtu një ditë që përparësi shumë të madhe jepni shëndetit. Për të gjithë juve që pak shëndetin e keni lënë pas dore, është gjithashtu një ditë që psikologjikisht
ju ndihmon të kuptoni për veten të paktën motivet të cilat i kishte anashkaluar ose nuk e dinit që ekzistonin edhe fare. Është dhe ditë kështu ndriçimi shpirtëror i brendshëm dhe favorizon çfarë lloji marrëdhënie, pune dhe mbarvajtjeje në lidhje me punën tuaj. Por pasi keni marrë ato se thua vendimet tuaja edhe ju për ndryshime që duhet të bëni në lidhje me punën tuaj, se si ta përshtasni atë më mirë ndaj kërkesave tuaja dhe nevojave tuaja. Tani, përsa i përket, e hënë e martëm kurrent, e prem tham, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju thot se prit edhe pak javë në mënyrë që çdo gjë që po planifikon tani të bëhet realitet, ose të zgjidhet, ose të marrë një farë drejtimi, ose të përmbushet. Kështu që situata është nën zhvillime sipër, por që të arrijë formën e vet finale, do t'i duhen edhe 1-2 javë. Kështu që edhe 1-2 javë do prisni. Përsa i përket pastaj ditës së diel, çdo gjë është e sinkronizuar shumë mirë, çdo gjë është në simfoni të plotë, sikur se thotë edhe kjo letër, është favorizon daljet, argëtimet, mbledhjet në grupe njerëzish, diskutime në grup njerëzish, mendime që merren brenda një grupi njerëzish. Është një ditë shumë e bukur për të gjithëve që jeni performues, që jeni në botën e artit, të aktrimit, të muzikës, sa thuash, interpretimit në skenë e gjërave të tilla. Pra, thjesht është një ditë shumë e bukur për ta kaluar në shoqërinë e njerëzve tuaj që ju argëtojnë dhe për të marrë pjesë në shfaqje kulturore ose sociale, kulturore, domethënë të kësaj natyre. Nëse jeni ju ata të cilët performoni, atëherë pret një sukses shumë i rëndësishëm në këtë pjesë e hënë e martëm kurrent, premte shtunë e diel. Kjo ishte java për ju. Përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë sapo e lam pas, pak a shumë mbyll dhe po mbyllet me atë hënën e re në shenjën e Demit, që për çështje familjare tuaja nuk e di se si ju ka ecur, nuk e di se çfarë ka dhënë, nuk e di se çfarë ka sjell, çfarë mundësish, ndoshta edhe për të lëvizur me banesë, për të nisur një bashkëtesë ose për ta mbyllur një bashkëtesë nëse nuk po ecte siç duhet dhe të filloni diçka të re, ju do më thoni vetë se çfarë ka sjell. Akoma është në veprim e sipër, si hënë me thënë të drejtën, nuk ka qenë sigurisht që ndihmon akoma është në veprim dhe ndikon në stabilitetin e disa gjërave, por vjen me një farë kostoje. Dhe këtë duhet ta themi. Kështu që nuk e di se në çfarë faze jeni, po dhe mund të më shkruani të më thoni. Vlen më tepër për juve të 10 ditësh të fundit, për juve të 10 ditësh të parë që Marsi do kemi në shenjën e Demit, do krijojë aspekt me Plutonin që është në shenjën tuaj po retrograd. Atëherë të shohim se çfarë ju detyron të rishikoni, të ristartoni, të rivlerësoni, përsëri në çështje familjare, çështje edhe juve, pra, çështje familjare, çështje prone, çështje që lidhen me të kaluarën, kthime, rikthime nëse doni, e të tilla si këto me radhë. Sido që të jetë, për parashikime personale, më shkruani numrin në WhatsApp 069 620 2290. Por, përse përket kësaj jave, dita e hënë nesër sjell shqetësime, vonesa, mos realizime, bllokesa, keq informime, keq kuptime. Kështu që bëni kujdes, një situatë që do krijohet nesër, me të vërtetë do ju lëri një shije shumë të hidhur, nuk do zgjasë gjatë, por që dëmi do jetë bërë, të tipit po pse po ecja shumë mirë, përse do të ndodhte kjo gjë pikërisht tani, ose në ambientin e punës, çdo gjë më duket shumë bukur, po takse ç'del një gjë të prish gjithë ditën. Këto situata ndodhin së tepërmi për të kuptuar se gjërat do ndryshojnë, dhe nuk ecë gjithmonë vaj, por nëse ti të ruash qetësinë, atëherë të menaxhosh mirë situatën, atëherë çdo gjë kalon, është kalimtare dhe është fazë. Thjesht nesër, më fani, përballeni me të tilla situata momentale, por që kritësin, si do thuash, atë nervin tuaj dhe fiton ai i cili është i qetë. Sepse nëse ju, atëherë mund të bëni dhe gabime të mëdha dhe ai ta mblidhni pastaj. Nuk do zgjasin shumë tash, por pasojat mund të jenë të mëdha. Tani, ashtu sikur se krijohet tash situata, ashtu dhe ikën, por që pasoja që vetet nga pas zgjat më shumë. Atëherë, për sa i përket ditës së martë,
Dita e martë është ajo dita që sado që kërkoni të nisni diçka të re dhe mund të më thoni që po jam gati, po s'po vjen. Atëherë kjo letër thotë shumë qartë se për çfarëdo gjë do kërkoni të realizoni ditën e martë ose po prisni të realizojë ditën e martë dhe nuk do vi, është për shkak se nuk jeni realisht gati. Mund ta keni bindur veten se e doni këtë gjë ose se realisht jeni gati për të filluar një punë të re, për të ikur nga një ambient pune, për të shkuar në një ambient tjetër, për të nisur edhe ju atë projektin tuaj të radhës, për të marrë pjesë në një projekt të radhës. Pra ka të bëjë me kapituj të rinj, për të cilët mendoni se jeni gati t'i hapni tani, por në fakt keni frikë, jeni të pasigurt, edhe doni edhe s'doni dhe ndaj kjo gjë po vonohet ose është bllokuar dhe nuk po realizohet. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e realizimit të dëshirave. Do të thënë, dita e mërkur vërtet që sjell mundësinë e realizimit të një dëshire. Është dita e bollëkut, e prosperitetit, e mundësive që realizohen, e ëndrave që tash kthehen në realitet, momenteve që stabilizojnë në jetë, kështu që mundoni të përfitoni shumë nga çfarëdo gjë keni dashur të manifestoni dhe më në fund manifestohet ditën e mërkur. Do më thoni për çfarë bëhet fjalë. Çfarë lidhje ka? Varet se çfarë do secili prej jush. Është momenti perfekt për të kapur mundësinë perfekte dhe për të krijuar realitetin e ëndrave. Dita e mërkurë, mbajini mend. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita përsëri, do të thonë mua po ecim një ditë shumë ditë ashtu, s'kemë çfarë të bëjmë. Ama janë të ndara, në fusha të ndara. Tani për sa i përket ditës së enjte, mos ngulni këmbë si mushka për të realizuar diçka që nuk shkon gjykundit dhe nuk realizohet. Ose që do shumë përpjekje, do marrë shumë nga energjia juaj, do ju lëri bosh në fund, do thoni ç'mu desh që u mora më mos shamar fare. Mund të ketë të bëjë me një e para një herë kujdes mos jepni premtime, të cilat nuk mund t'i mbani, dhe do ju fusin në telashe. Pse që mos u dini gënjeshtar, të vini veten domethënë në pozita të cilat do shumë mirë do mund t'i kishte evituar. Kështu që kujdes me çfarë premtoni. Në vija të përgjithshme tregon për situata të cilat insistojnë të çojnë drejt realizimit ose përfundimit apo përmbushjes së tyre, por në fund mbetemi bosh, që do të thotë ja dalim, por nuk marrim atë satisfaksionin e shumë pritur. Kështu që për çfarëdo gjë do përpiqeni ta realizoni ditën e enjte, sigurisht ja dilni në fund të ditës, por më shumë raskapitje, saqë do bëni pishmon që futët si fillim një herë procesit. Iku dhe kjo dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte ju thotë se gjithçka kërkoni të realizoni, realizohet brenda disa ditësh. Pra çfarëdo gjë ju shqetëson në këto momente, çfarëdo gjë do të jetë shqetësim brenda ditës së premte, ose do të lindi si pyetje në kokën tuaj, ose do ju drejtohet si pyetje, zgjidhjen e ka dhe formën e prerë e merr pas disa ditësh ose brenda disa ditësh. Çështje ditore domethënë. Ajo që do diskutohet apo pritet të zgjidhet ditën e premte. Ka do shtyhet edhe pak në afat kohor, por 100% e realizueshme i bie. Për sa i përket ditës së e hënë e martëm kurejtë e shtunë, për sa i përket ditës së shtunë, përsëri vlen e njëjta gjë, dita e shtunë përsëri sjell mundësinë e një realizimi të një ëndre, të një përmbushje të një objektivi, të një finalizimi të një pritshmërie tuaje, që mund të ketë të bëjë me dashurinë, mund të ketë të bëjë me punën tuaja, mund të ketë të bëjë me jetën tuaj sociale, statusin tuaj, çfarëdo gjë qoftë. Juve artista do të keni një frymëzim të papar, domethënë nuk e di, do krijoni një kryevepër. Ju të tjerët thjesht do jetoni, do të keni mundësi të jetoni momente të papërsëritshme, qoftë edhe të një dashurie që vjen kështu bam bam, pa pritur të troket në derën tuaj, por që duket sikur ju zgjon nga një gjumë i thellë. Është thjesht kjo është letra e realizimit të ëndrave, nuk kemi çfarë të themi. Arrihet objektivi, arrihet qëllimi, arrihet ajo çka keni dashur të arrini. Arrini dhe ju të kuptoni se kush jeni, ku synoni dhe për çfarë keni ardhur në këtë jetë për të realizuar. Është shumë e madhe si letër, por që ne e përqendrojmë thjesht në realizimin e një ëndre. Në fakt është realizimi i individit dhe i qëllimit të tij për të cilin ka ardhur në këtë jetë dhe duhet ta përmbushi. Aq gjë e madhe është. Sido që të jetë vazhdojmë dhe vemi tek dita e diel, ku dita e diel, këtu për thashun jemi një ditë po një ditë jo ndonjë një ditë ndoshta. Dita e diel u përball me situata të së kaluarës, frikë, pasiguri, që
vjen dhe nga gabimet që keni bërë në një të kaluar, dhe në marrëdhëniet tuaja, dhe në lidhje me menaxhimin e të ardhurave tuaja, dhe me çështje familjare. Këtu do të kuptoni se dita e diel është një ditë kaotike, me situata të cilat nuk janë të reja, por ju janë të vjetra, por që duket sikur duhet ja vini fundin pikërisht tani. Ju përballë me gabime që keni bërë, ju përballë me tendenca destruktive që keni kundrejt vetes tuaj dhe të tjerëve, ju përballë me vese që i keni, ju përballë me persona që i toleroni më shumë nga ç'duhet dhe që përpasoj i keni mësuar keq dhe janë mësuar thjesht t'ju zhvasin, t'ju lënë bosh. Kështu që doni s'doni ju do përballeni me këto situata për t'i dhënë fund një herë e për gjithmonë. Uroj vërtet t'i vini fund këtu. Përshëndetje, shenjë peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Me thënë të drejtën nuk mund të them se po ju ecin gjërat keq, nga momenti që Jupiteri them tutje po. Neptuni dhe Saturni nuk janë më në shenjën tuaj, duket sikur jeni qetësuar, por sidomos Saturni, po dhe Neptuni, se ju jeni që jeni kaotik nga vetja juaj, keni të vite Neptunit të bëjmë kaotik akoma, ju e dini çfarë keni kaluar. Avash po qetësoheni, po ristabilizoheni, kjo hëna e re në shenjën e Demit ju dha mundësi, është akoma aktive dhe akoma mund t'je duke dhe në mundësi, që se nuk ka ardhur diçka mund të vi, por ju të ditë të fundit në lidhje me udhëtime, në lidhje me biseda të rëndësishme pune, me kontakte të reja që krijoni me individ të rëndësishëm dhe ju ndihmojnë në punën tuaja këto kohë, me një kontratë të re pune, me një ofertë të re punësimi, e gjëra të tilla me radhë, ose me blerjen në një makine, për shembull, pse jo. Nëse sido që të jetë, domethënë çështja është që diçka të tillë do sjelli, pavarësisht se me çfarë kosto je, por do e sjell, do jep mundësi të ecni përpara dhe ju të zhvilloheni. Tani, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket kësaj jave, dita e hënë nis me bravo, shumë bukur atë që thash. Jeta juaj ka filluar të ndryshojë dhe ka filluar të ndryshojë për mirë. Po çeli lulet. Po lulëzon kopshti i jetës tuaj, domethënë. Dhe çfarë tregon kjo? Kjo tregon jetë sociale shumë të larmishme, ju thash. Hëna e re në shenjën e Demit, banesa e 3 do të thotë socializim, kontakte të reja, mundësi të reja realizimi. Juve që jeni në botën e artit, po lançoni projekte këto kohë dhe janë do të jenë fenomenale dhe fama juaj nuk e di, egzaltohet, nuk ka ku të vej më lart se kaq. Në aspektin personal ju jepet mundësia të krijoni një marrëdhënie solide, domethënë, të qëndrueshme. Disa vendosni nesër të fejoheni, ndoshta të martoheni apo të shpallni diçka të tillë. Për sa i përket dashurisë, juve që se keni, ju jepet mundësia të takoni një person që përsëri premton shumë, por në total të thuash jeni në një moment shumë të favorshëm, dita e hënë ju ndihmon të arrini objektiva lehtë dhe kollaj, ndaj mundoni të përfitoni. Për sa i përket ditës, por që do të jetë këtu nis diçka e madhe, por ju shumë e madhe ditën e nesërme. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon se situata e cila po prisni të zhvillohet, të marrë një farë zhvillimi, nëse keni ngecur një farë udhkryqi dhe nuk dini se nga po vete çfarë do bëhet, thjesht keni ngecur, le të themi se kjo situatë zhvillohet brenda ditëve në vijim, domethënë me sa duket brenda javës, zgjidhja e problemit tuaj është aty. Ose vazhdojnë gjërat, shngecin nëse kanë ngecur, sikurse po ju them. Por këtë gjë e kuptoni ditën e martë me anë të një bisede që bëni, me anë të një konstatimi që keni të situatës. Sido që të jetë merr drejtim gjëja për brenda javës, do thosha unë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e këtu. Kjo letër mua më pëlqen jashtë mase shumë. Dhe pse më pëlqen? Më pëlqen sepse tregon se kushdo ka durimin dhe besimin se gjëra do ecin mirë, pavarësisht se sa është trysnuar ose po trysnohet, apo vështirë kanë ecur gjërat, shpërblet 100 fish mbi gjithçka ka pritur. Kështu që edhe ju që keni vuajtur, keni kaluar vështirësi, jeni bllokuar, por kur nuk keni rreshtur së besuar dhe të prituri me qetësi momentin tuaj, atëherë ky moment ka ardhur, po vjen. Do të jetë një rastësi totale, do të jetë një mundësi e paparë, do të jetë thjesht një moment kur çdo gjë zgjidhet, pa lëvizur juve gishtin e fundit fare. Do me thënë gjërë t'ju vinë
më mirë nga që mund të kishit imagjinuar ju se do të mund të vinin. Për çështje pune, për çështje përditshmërie, për çështje shëndeti, për çështje dashurie, gjej personin e dur, për çështje thjesht problem për ato çka kanë pritur, ja ku i keni të vinë ditën e mërkur. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e favorizon shumë punën në grup njerë, punën në grup ose punën në çift, që do të thotë bashk, ja dalim të arim çdo gjë, jemi të pamposhtur, kështu që favorizohet puna në grup, nëse punoni në grup ose në skuadër, puna që bëri do të ketë një ndikim shumë të madh, jo vetëm tek ju, por edhe te një grup tjetër njerëzish, domethënë del me një fitore shumë të madhe. Dhe është pikërisht dita që themi bashkimi bën fuqinë, për çfarëdo gjë kërkoni të arrini, arrihet në bashkëpunim. Pra favorizojnë shumë bashkëpunimet ditën e sa thuash enjte, por gjithashtu dita e enjte jep mundësinë që të gjeni gjysmën tjetër, gjysmën tuaj tjetër, juve që ende nuk e keni gjetur atë dhe po e kërkoni. Tani, për sa i përket ditës së, ne martëm kur e enjte, ishën të enjtja, okay. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte ju thot kujdes njerëzit negativ, kujdes njerëzit që nuk kënaqen nga arritjet tuaja, por përkundrazi ligështohen, sepse i duan ato për vete. Këtu uroj të zbuloni se personat që keni mbajtur më afër janë personat të cilët kanë qenë armiqt më të mëdhenj për ju. Unë do jepja një këshill, përsa i përket ditës së premte, kujdes sepse po ju vëzhgojnë, kujdes sepse do mundohen t'ju mashtrojnë nëse t'ju keq orientojnë përmes informacionit që do ju shesin, përpasoj ju mund të keq informoni individ të tjerë, duke mos ditur se ky është një kurth. Mbroni interesat tuaja, mos i publikoni ato dhe nëse keni pikasur individ të cilët i përafrohen këtyre përshkrimeve të mia, mundohuni të tregoni po aq dinak sakta të tu ameni në kthes. E hënë e martëm kur enjte e premtja kjo. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e problemeve por që zgjidhen. Do me thënë, aty ku krijohet problemi, tani këtu do ta themi fal pakujdesis tuaj, fal fakti që do e merrni një situatë lehtë, më lehtë nga ç'duhet, do krijohet kjo situatë, siç po them, ndoshta edhe duke u nisur për një eksperiencë të re, për ta provuar diçka ndryshe, pa të keq, si të thuash, duket se krijohet një farë situate, por që ashtu sikur se krijohet, ashtu edhe zgjidhet po njësoj, do me thënë. Kështu që mundon të jeni çik të kujdesshëm për sa i përket kësaj gjëje, kujdes të mos të kaloni limitet tuaja, dashje pa dashje, që të mos përballeni edhe me problematika të mëdha, por që do të kujdes dita e shtunë, përsa i përket marrëdhënieve tuaja me të tjerët, edhe përsa i përket qasjes do të keni ndaj situatave të caktuara, fjalëve që do thoni, mënyrës do përfshiheni, thash situata që krijohen dashje pa dashje, por që kushtojnë disi, pavarësisht se zgjidhen në fund. Ishte të shtuna po. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, çfarë të themi tani, këtu është dita e shërimit, është dita e vendosun sepse e di unë çfarë është më mira për mua, është dita që zgjedhim partnerin e jetës ashtu sikurse duhet ta zgjedhim, është që mund ta manifestojmë atë partner jete ashtu sikurse e duam ne. Është dita e qartësohemi, kthjellohemi, e dim që jemi bashkë, do ja dalim, gjeni ose keni gjetur personin jetës dhe bashkërisht vendosni për të ardhmen, është dita e common sense-it, të kuptuarit të përbashkët të vlerave, parimeve dhe të interesit të përbashkët njëkohësisht, është dita e fitimeve, është dita e bollëkut, e prosperitetit, e çfarëdo gjë për cilën mund të thoni të faleminderit që ekziston dhe që je pjesë e jetës time dhe shqyqyshja dola dhe jam kaq mirë sa jam. Kjo vlen për para, kjo vlen për shëndet, kjo vlen për dashuri, vlen për çfarëdo gjëje që e keni të shenjë jetën tuaj dhe për të cilën do të ndjeni falenderues ditën e diel, sepse me sa duket ja dolët qëllimit. Kështu që çfarë të them? Bukur mbyllet java për ju, me thënë drejtën.